Imagjinoni një natë të qetë në brigjet e Adriatikut. Hëna e plot ndriçon si për ujit, aq e afërt sa duket sikur mund ta prekësh. Reflektimi i saj krijon një shteg argjendi që zgjatet drejt horizontit. Çdo valë që përplaset butësisht në breg, lëviz saktësisht në ritmin që kjo sferë hirie ka udhëhequr për 4 miliardë 600 milion vjet. Peskatarët në anije shikojnë lart, sikurse kanë bërë të gjithë stërgjyshit e tyre që nga koha kur njeriu filloi të ecë në këmbë të drejta. Yjet shkëlqejnë, por hëna i mbyt të gjithë me praninë e saj madhështore. Gjithçka është sikurse ka qenë gjithmonë, sikurse do të jetë përgjithmonë. Dhe pastaj, në një çast të vetëm, në një fraksion kohe aq të shkurtër sa truri njerëzor as nuk e regjistron, hëna zhduket. Jo gradualisht, jo duke u zbeur. Thjesht pushon se ekzistuari. 118 milion kilometra katror të sipërfaqes që kanë reflektuar dritën e diellit në tokë që nga lindja e sistemit diellor, zhduken. Qielli ku një sekond më parë qëndronte objekti më i ndriçëm në natë, tani është vetëm një zbrazëtje e errët ku shkëlqejnë yjet e largët. Dhe këtu është diçka që duhet ta kuptoni. Tani, në këtë moment, ndërsa më dëgjoni, hëna nuk është thjesht një dritë e bukur në qiell. Ajo nuk është vetëm një objekt romantik për poezi dhe këngë. Tani, ndërsa ullni syt për të lecuar këto fjalë, hëna, nëse ende ekziston atje lart, po tërheq çdo atom në trupin tuaj, çdo molekul uji në gjakun tuaj, në qelizat tuaja, në trurin tuaj, po ndihet tërhequr nga ajo forcë gravitacionale. Jeni pak më të gjatë kur hëna është mbi ju sesa kur është nën horizont. Oqeani nuk është i vetmi që ndjek hënën. Ju gjithashtu e ndiqni. Ne të gjithë e bëjmë. Për 4 miliardë 600 milion vjet, por në atë natë imagjinare, kjo forcë, papritur, pushon. Dhe pasojat fillojnë menjëherë. Në brigjet e Adriatikut, peshkatari që po shikonte lart nuk e kupton ende se çfarë ka ndodhur. Truri i tij ende po përpunon imazhin e fundit të hënës që mbroi në retin pak para se ajo të zhduket. Por oqeani e kupton menjëherë. Valët që po lëviznin në ritmin e baticave, ritmin që nuk ka ndryshuar kurrë që nga dita kur uji i parë u shfaq në sipërfaqen e tokës, papritur humbasin udhëzimin. Baticat, këto malje gjigante të ujit që lëvizin përreth planetit si një pulsim, si një frymarrje e vetë tokës, fillojnë të humbasin energjinë. Jo menjëherë, por procesi fillon. Uji që ishte ngritur lart në bregdet, i tërhequr nga grushti gravitacional i hënës, tani fillon të tërhiqet prapa nga gravitatja e vetë tokës. Në Universitetin e Cambridge-it në vitin 2020, astrofizikani anglez James O'Donoghue publikoi një studim që analizonte saktësisht këtë skenar. Ai llogariti se brenda 18 orëve të para pas zhdukjes së hënës, amplituda e baticave do të ulet me 85%. Okeanet do të fillonin të sillen sikur janë në një pellg gjigant të mbyllur, ku uji lëviz vetëm nga errat dhe rotacioni i tokës. Këto baticat e mëdha që ne i njohim, që ngren nivelin e ujit me 30 deri në 50 metra në disa vende, si gjiri i Fandis në Kanada, do të zvogloheshin në lëkundje të vogla, as pak më të mëdha se valët e zakonshme. Por kjo është vetëm fillimi, sepse hëna nuk është thjesht një krijues baticash. Ajo është një stabilizator, një ankor, një gjerësi e heshtur që ka mbajtur tokën në ekuilibër për miliarda vjet. Në vitin 1983, shkencëtari francez Jacques Lascari, në observatorin e Parisit, zbuloi diçka shqetësuese. Duke përdorur simulime kompjuterike, ai llogaritur se pa hënën, boshti i rrotullimit të tokës, ai kënd 23 gradësh që na jep stinët, që krijon verën dhe dimrin, që bën që poliveriut të prirë drejt diellit në qershor dhe larg në dhjetor, do të bëhej kaotik. Tani, ky boshт lëkundet shumë butësisht, vetëm disa sekonda harku çdo 25.000 vjet. Një lëkundse aq e ngadaltë sa specia njerëzore kurrë nuk e ka ndjerë ndryshimin. Hëna, me gravitetin e saj të vazhdueshme, e mban këtë boshт pothuajse të palvishëm. Por pa hënën, brenda vetëm 1000 vjetësh, boshti mund të lëkund me 10 grad. Mars, që nuk ka një hënë të madhe stabilizuese, ka përjetuar pikrisht këtë. Boshti i Marsit ka lëkundur nga 0 deri në 60 grad në historinë e tij. Imagjinoni se çfarë do të thotë kjo për tokën.
Imagjinoni që poli i veriut papritur të fillojë të drejtohej drejt për drejt nga dielli për dekada të tëra, duke bërë që Arktiku të zhderojë në një shkretir të nxehtë, ndërsa ekuatori ngrinte në errësirë dhe të ftohtë. Dhe pastaj, për shkak të kompleksitetit të forcave gravitacionale nga dielli dhe planetet e tjerë, boshti të lëkund përsëri në drejtimin e kundërt. Stinët, ato ciklet e parashikueshme që jetesa në tokë ka përdorur për të planifikuar mbi jetesën për qindra milion vjet, do të bëheshin kaotike, jo të parashikueshme, jo të besueshme. Kafshët migratike do të humbisnin. Shpendët që fluturojnë nga hemisfera në hemisfer duke ndjekur verën, do të mbërrinin në destinacion dhe do të gjejnë dimër. Pemët që duhet të dinë se kur të lëshojnë gjethet, kur të hyjnë në gjumë, kur të zgjohen në pranverë, do të merrnin sinjale të gabuara. Drurat e mëdhenj, sekvojat dhe pishat që jetojnë mijëra vjet, do të përjetonin 100 stinë të ndryshme në jetën e tyre në vend të 4 cikleve të njëjta. Bimat që lulëzojnë, insektet që varen nga to, shpendët që han insektet, zinxhiri i ushqimit do të prisej në mijëra vende njëkohësisht. Por edhe para se këto ndryshime afatgjata të fillonin, diçka më e menjëhershme do të ndodhte. Diçka që askush nuk e pret kur mendon për humbjen e hënës. Toka do të fillonte të rrotullohet më shpejt. Kjo tingëllon e çuditshme, jo? Si mund të rrotullohet më shpejt një planet vetëm sepse humb satelitin e tij? Por këtu është çështja. Hëna nuk është thjesht atje duke qëndruar në vend. Ajo po tërhiqet larg nga ne. Çdo vit, hëna largohet me 3,8 cm nga toka. Kjo largesë ka ndodhur për miliarda vjet, dhe ndërsa largohet, ajo po na ngadalson. Ajo po vjedh momentin e rrotullimit ton, shumë gradualisht, duke e transferuar atë në orbitën e vet. Në Institutin Teknologjik të Kalifornisë, në vitin 2018, gjeologu Robert Moodys studioi fosile koralesh nga periudha devoniane, rreth 400 milion vjet më parë. Këta koral rritnin unaza ditore, si pemët rriten unaza vjetore. Duke numëruar unazat në një vit fosil, Moodys zbuloi se në kohën e devonianit, një vit kishte 470 ditë, jo 365. Kjo do të thotë se çdo ditë ishte më e shkurtër, vetëm 18 ore gjysmë në vend të 24 orëve. Që nga ajo kohë, hëna ka ngadalsuar tokën aq shumë sa ditët tona janë 5 ore gjysmë më të gjata. Pa hënën, ky proces do të ndalonte. Jo vetëm do të ndalonte, do të kthehej prapa. Toka, pa fërkimin e vazhdueshëm të baticave të krijuara nga hëna, do të fillonte gradualisht të kthehej në shpejtësinë e saj më të madhe natyrore. Brenda miliona vjetësh, ditët do të shkurtoheshin përsëri, por jo brenda një nate. Procesi do të ishte i ngadaltë nga perspektiva njerëzore, megjithse i shpejt nga perspektiva gjeologjike. Por efekti i menjëhershëm i mungesës së baticave do të ishte katastrofik për jetën që varet nga to. Dhe këtu hym në një botë që shumica e njerëzve nuk e din që ekziston. Në brigjet e Qinë Atlantikut, në gjirin e Fandis midis Kanadas dhe Shteteve të Bashkuara, ndodh një nga mrekullitë e fshetat e natyrës çdo ditë. 2 herë në ditë, 100 miliard ton ujë derdhen në gjirin e ngushtë. Ky ujë ngre nivelin e detit me 16 metra, lartësia e një ndërtese 4-katshe. Dhe pastaj, 6 orë më vonë, e gjithë kjo ujë rhiqet prapa, duke zbuluar një peizazh tjetër. Fundetar me bungor, alga, peshq, krill. Dhe në atë fund, në atë sipërfaqe që është në ujë për 6 orë dhe zbuluar për 6 orë të tjera, jeton një ekosistem i tërë që është evoluar për të funksionuar saktësisht në këtë ritëm. Zonja Katrim Sen-Loran, biologe detare në Universitetin e Dalhousie në Halifax, ka kaluar 32 vjet duke studiuar këtë zonë. Në vitin 2011, ajo publikoi një kërkim që tregoi se 87% e specieve në zonën e baticave varen absolutisht nga cikli i baticave për mbijetesë. Bungorët që filtrojnë planktonin kur janë të mbuluar nga uji, shpendët bregjor që ushqehen me kërmil kur baticat tërhiqen, algat që fotosintezojnë kur janë të ekspozuar ndaj dritës së diellit në baticë të ulët. E gjithë kjo jetë e kalibruar me përpikmëri ndaj një cikli që ka qenë i vazhdueshëm për gjithë historinë e evolucionit. Tani imagjinoni që ky cikël papritur pushon. Uji nuk ngrihet më me 16 metra. Ai lëkundet vetëm me 1 apo 2 metra për shkak të errave.
Bungorët në fundin e detit, të cilët kanë evoluar për të qenë në ujë saktësisht gjysmën e kohës, tani janë ose gjithmonë të mbuluar, ose gjithmonë të ekspozuar në varësi të pozicionit të tyre. Ata që janë shumë lart mbeten të thatë dhe vdesin brenda ditëve. Ata që janë shumë poshtë nuk marrin më periudat e rregullta të oksigjenimit kur baticat i zbulojnë. Plengu i detit që mbështetej në ritmin e baticave për të sjellë ushqim të ri 2 herë në ditë, papritur gjendet në ujëra të qeta, ku ushqimi vjen vetëm nga rrymat e përhershme. Brenda muajsh, brigjet e Atlantikut do të fillonin të erëzonin, jo nga ndotja, por nga vdekja. Miliona ton bungorësh, midhjesh, kepa deti, ylli deti, gjithë shka që jetonte në zonën e baticave do të fillonte të tretet. Era do të silte erën për te i qyteteve bregdetare. Por kjo do të ishte vetëm fillimi, sepse bungorët dhe midhjat nuk janë thjesht ushqim për disa shpend. Ato janë filtrues. Një bungor i vetëm mund të filtroj 50 litra ujë në ditë, duke hequr bakteret, planktonin, grimcat. Në gjirin e Chesapeake-ut në Shtetet e Bashkuara, në fillim të shekullit të 18, kishte aq shumë midhjesh sa e gjithë vëllimi i ujit të gjirit, 18 trilion litra, filtrohej çdo 3 ditë. Tani, për shkak të mbledhjes së tepërt të ndotjes, kjo merr më shumë se 365 ditë. Pa bungorët që varen nga baticat, oqeanet do të fillonin të bëheshin të turbullt. Algat do të lulëzonin pa kontroll. Zona të vdekura pa oksigjen do të përhapeshin. Dhe ka diçka tjetër. Diçka që lidh bungorët me të gjithë ne në një mënyrë që rrallëherë mendojmë. Bungorët, midhjat dhe molusqet e tjerë ndërtojnë guackat e tyre nga kalciumi i marrë nga ujërat e detit. Kur vdesin, këto guaca bien në fund të oqeanit. Për miliona vjet, ato kompajtësohen në gur gjëlqeror. Guret e themelit në piramidat e Gizës janë të bëra nga guace fosilike. Shkëmbinjtë e Dovrës, shkëmbinjtë e bardhë të famshëm që shikojnë kanalin e La Manshit, janë përbërë nga miliarda guaca të vogla organizmash që jetonin në det para 90 milion vjetësh. Kalciumi në kockat tuaja, ai që i bën kockat tuaja të forta, që lejon muskujt tuaj të tërhiqen, që mundëson që zemra juaj të rrah, erdhi në fund nga deti, nga cikli i jetës dhe vdekjes së krijesave që varen nga baticat. Pa baticat, ky cikël do të shkatërrohej. Jo do të ndalonte plotësisht, do të ketë gjithmonë jetë në oqean, por ritmi, burimet, densiteti, gjithçka do të ndryshonte. Dhe këto ndryshime do të vallëzonin përmes zinxhirit ushqimor në mënyra që janë pothuajse të pamundura për tu parashikuar plotësisht. Merrni për shembull salmoni. Në lumenjtë e Alaskës, në çdo vjesht, miliona salmon lundrojnë lart nga oqeani për të vjel vezë. Ata lundrojnë kundër rrymës për qindra kilometra, duke kapërcyer ujvara, duke shmanguar rinjt, duke djegur çdo rezervë energjie në trupat e tyre derisa arrin vendin ku lindën. Aty, ata vjedhin vezë dhe pastaj vdesin. Trupat e tyre treten në lum duke çliruar substanca ushqyese, azot, fosfor, karbonin, që ushqejnë algat në ujë. Këto aga pastaj ushqejnë insektet. Insektet ushqejnë peshqit e vegjël. Dhe peshqit e vegjël do të rriten dhe do të bëhen salmonet e ardhshëm që do të lundrojnë përsëri. Por salmoni në oqean ha krill. Krill është një gafore e vogël që jeton në tufëza gjigante. Disa tufa përbehen nga miliona individ. Dhe krill ha fitoplankton, alga të vogla që lundrojnë në sipërfaqe të ujit. Këto alga varen nga lëndët ushqyese që vijnë nga fundimet oqeanike, që vijnë nga tretet e organizmave në fundin e detit, që vijnë nga zonat e baticave, ku bungorët dhe midhjat jetojnë dhe vdesin. Shikoni zinxhirin. Bungorët në zonën e baticave ushqejnë planktonin që ushqen krill, që ushqen salmonin, që ushqen arinjt dhe shqiponjat që ushqejnë tokën kur trupat e tyre treten. Gjithçka është e lidhur. Gjithçka varet nga baticat, nga hëna. Në vitin 2019, ekologët në Universitetin e Washingtonit llogaritën se pa hënën dhe pa baticat që ajo krijon, populatat e salmonit në paqësorinë e veriut do të bien me parafërsisht 60% brenda një shekulli. Jo për shkak se salmoni nuk mund të jetojë pa hënën, por për shkak se zinxhiri ushqimor që e mbështet atë do të dobësojë.
Dhe kur populatat e salmonit bien, arint do të urin. Shqiponjat do të urin. Ujqirit që han salmone në shtator dhe tetor për të përshtatur për dimër, do të hynë në dimër të dobët dhe shumë prej tyre nuk do të mbjetojnë. Pylli vet do të vuante, sepse kur arint han salmon pran lumenjve, ata zakonisht e bartin peshkun 50 deri në 100 metra në pyll para se ta han. Trupat e salmonëve që mbeten, pastaj treten në tokë. Shkencëtarët kanë gjetur azot nga deti, një nënshkrim kimik që mund të gjurmohet përsëri në oqean. Në rrethët e rritjes së pemëve në largësi deri në 5 kilometra nga lumi, pemët janë duke u ushqyer nga salmoni. Pyllët varen nga peshqit, që varen nga planktonat, që varen nga baticat, që varen nga hëna. Hikeni hënën dhe pema në pyll do të rriten më ngadalë. Pylli do të bëhet më i hollë. Dhe më pak pemë do të thot më pak fotosintezë, më pak oksigjen i prodhuar, më pak karbon e larguar nga atmosfera. Por kjo është vetëm në Alaskë, kjo është vetëm një ekosistem. Imagjinoni këtë të shumëzuar në mijëra ekosisteme bregdetare përreth planetit. Në brigjet e Floridës ekziston një kafshë e vogël, një gafore e vogël e quajtur kod kuajsh. Koda e kuajve është një nga pak peshqit ku mashku, jo femra, është ai që mban vezët. Femra i vendos vezët në një qese në bark të mashkujt dhe mashku i mban ato për 3 javë derisa të qelen. Këto kode kuajsh jetojnë në barin e detit, fusha të mëdha të bimëve në ujore që rriten në ujëra të cekta. Dhe këto fusha të barit të detit janë të lidhura me baticat. Bari i detit nevojitet dritë dielli për të fotosintezuar. Ai rritet në thellësi deri ku drita ende arrin fundin. Por turbullësia e ujit, sa grimca kanë në ujë, përcakton sa thellë drita mund të depërtojë. Në ujëra të qarta, bari i detit mund të rritet në thellësi deri në 20 metra. Në ujëra të turbullta, vetëm në 5 metra. Dhe çfarë mban ujin të qartë? Bungorët, midhjat, filtruesit që jetojnë në zonën e baticave. Pa baticat, si diskutuam, këta filtrues do të vdisnin në shkallë masive. Uji do të bëhej më i turbullt, më pak dritë do të depërtonte, fushat e barit të detit do të zvogloheshin dhe pa barin e detit, kodat e kuajve do të humbisnin habitatin. Të gjitha 64 speciet e kodës së kuajve në botë jetojnë në bar deti ose koral. Pa këto habitate, specia do të shkonte drejt zhdukjes. Dhe kodat e kuajve janë vetëm një shembull. Në fushat e barit të detit, gjithashtu jetojnë breshkat e detit, delfini, oktapod, kallamar, njëra specie peshqish. Këto fusha janë kopshte në ujore, dhomat fëmijë të oqeaneve, ku peshqit e rinj rriten të sigurt para se të dalin në ujëra të hapura. Pa barin e detit, që varet nga qartësia e ujit, që varet nga filtruesit, që varet nga baticat, që varet nga hëna, oqeanet do të humbisnin një nga habitatet më produktive në planet. Por ka diçka më e madhe që po ndodh, diçka që shkëputet nga brigjet dhe lëviz në brendësi të kontinenteve. Sepse baticat nuk lëvizin vetëm oqeanet, ato lëvizin ajrin. Çdo ditë kur hëna tërheq oqeanet lart, ajo gjithashtu tërheq atmosferën. Atmosfera jon, shtresa prej 800 kilometrash e gazit që na mban gjallë, është e lëngshme sikur uji. Dhe sikur uji, ajo i përgjigjet forcës gravitacionale të hënës. Çdo ditë atmosfera ngrihet me 1 metër të tërë në zonën që ndodhet drejt për drejt nën hënë. Ju nuk e ndjeni, sepse po lëvizni meta, por barometrat e ndjeshin. Çdo instrument meteorologjik në planet regjistron këtë pulsim të vogël, këtë frymëmarrje të atmosferës që ndodh 2 herë në ditë. Kur ky pulsim dalon, modelet e errave fillojnë të ndryshojnë. Në Institutin Max Planck për Meteorologji në Hamburg, Gjermania, në vitin 2015, klimatologu Klaus Hausmann drejtoi një simulim kompjuterik. Ai krijoi një model të tokës pa hënë dhe e la atë të funksionojë për 1000 vjet virtual. Rezultatet ishin shqetësuese. Pa efektin stabilizues të baticave atmosferike, sistemet e mëdha të errave, ato rrjedha gjigante ajri që lëvizin nga ekuatori drejt poleve, që sjellin shi në pyje tropikale dhe i mbajnë shkretëtira të thata, filluan të lëkundin më tepër. Zonat që merrnin shi të rregullt filluan të përjetonin periudha më të gjata thatësire. Zonat që ishin të thata filluan të përjetonin vërshime papritur. Imagjinoni Saharën, shkretëtira më e madhe e ngjeshtë në botë.
9 milion kilometra katrorë që djegin në ndjel. Por Sahara nuk ka qenë gjithmonë shkretëtir. 6.000 vjet më parë, ajo ishte një savana e gjelbër me lumenj, liçene, elefant, gjiraf, hipopotame. Artisti i lashtë i gurit lën vizatime në shkëmbin që tregojnë njerëz që notojnë, peshkojnë, lundrojnë me varka. Tani ato shkëmbi janë në mes të shkretirës, qindra kilometra nga uji më i afërt. Çfarë ndryshoi? Boshti i tokës lëkundet natyrisht me pak më shumë se 1 grad çdo 21.000 vjet. Ajo lëkundse e vogël që përmenda më herët që hëna e bën kaq të ngadaltë. Kjo lëkundse e vogël ndryshoi se si drita e diellit godiste Afrikën e Veriut. Musonet lëvizën, shiu pushoi, dhe brenda disa shekujve pylli u zhdërua në shkretëtir. Kjo nga një lëkundse prej vetëm 1 grad gjatë 21.000 vjetësh. Tani imagjinoni lëkundse prej 10 gradësh gjatë vetëm 1.000 vjetësh. Imagjinoni Saharën të zhdurohet prapa në pyll, pastaj përsëri në shkretëtir, pastaj në tundër arktike, pastaj prapa. Gjithçka brenda jetës së një civilizimi. Brenda historisë së shkruar. Jo gjatë epokave gjeologjike, por gjatë kohës që njeriu i duhet për të ndërtuar qytete. Ky është botë që Marsi e ka jetuar. Marsi, planeti i kuq, ishte dikur i gjelbër dhe i kaltër sikur toka. Provat janë kudo në sipërfaqen e tij. Lugjina të lartë të gërriera nga lumenj, shtretër liçene shtathata, delta ku lumenjt dikur derdhen në dete që tani nuk ekzistojnë. Por Marsi ka 2 hëna, Phobos dhe Deimos, dhe të dyja janë të vogla. Phobos është vetëm 22 kilometra në diametër. Deimos është edhe më i vogël, vetëm 12 kilometra. Krahasuar me hënën tonë, 3478 kilometra në diametër, këto janë guralec. Dhe pa një hënë të madhe që ta stabilizoj, boshti i Marsit ka luajtur si një lodër tyjer. Shkencëtarët kanë llogaritur se në 3 miliard vjetët e fundit, Marsi ka lëkundur nga 0 grad, ku ekuatori është drejt për drejt në rafshin orbital, deri në 60 grad. Në 60 grad, poli i veriut do të drejtohej pothuajse drejt për drejt në diell për gjysmën e vitit. Imagjinoni akull polar që shkrihet plotësisht. Imagjinoni ekuatorin në errësirë dhe akull. Dhe pastaj, për shkak të ndikimit nga planetet të tjerë si Jupiteri, boshti lëkundet prapa. Çdo herë që lëkunte, klima e Marsit shkatërohej. Uji që kishte qenë i ngrirë në pole do të avullohej, do të lëvizte në atmosferë, do të binte si shi ose dëbor në zonat e reja, do të ngrihej sërish në vende të reja. Dhe gjatë këtyre tranzicioneve kaotike, çdo formë jete që mund të kishte evoluar në Mars, nëse kishte ndonjëherë, do të zhdukej. Sepse jeta, siç e njohim ne, ka nevojë për stabilitet. Jeta mund të adaptohet në të ftohtë, mund të adaptohet në të nxehtë, mund të adaptohet në shkretëtir apo në oqean, por adaptimi merr kohë, merr gjenerata, merr miliona vjet. Dhe nëse klim ndryshon çdo 1000 vjet në mënyra të paparashikueshme, evoluimi nuk mund të ndjekë. Në një studim të vitit 2021, ekipi ndërkombëtar i drejtuar nga Noriko Otsuka në Agjencinë Japoneze për Eksplorim Aerohapësinor përdori të dhëna nga orbituesi i Marsit për të rikriju historinë klimatike të planetit. Ata gjetën prova se Marsi ka përjetuar të paktën 12 cikle të plot të ndryshimit dramatik klimatik vetëm në 100 milion vjetët e fundit. 12 herë mjedisin e tërë të planetit u ristrukturua. Dhe çdo herë, çdo ekosistem që mund të kishte ekzistuar, nëse ekzistoi ndonjëherë, do të zhdukej. Toka pa hënën do të ndiqte të njëjtën rrugë, jo menjëherë, jo në jetën e një individi apo edhe një civilizimi, por në shkallë të kohës evolucionare, në dhjetra apo qindra mijëra vjet, bota jon do të bëhej e pajetueshme në mënyrën që e njihni. Jo se nuk do të kishte jetë, bakteret do të mbijetonin. Disa forma të thjeshta do të gjenin mënyra për të vazhduar, por kompleksiteti, pemët që jetojnë mijëra vjet, kafshët migratike që planifikojnë përstin, ekosistemet integruara që varen nga parashikueshmëria, të gjitha këto do të zhduken. Por ka edhe diçka më e çuditshme që do të ndodhte, diçka që t'i ngëllon si përfitim, por në realitet është një ndryshim thelbësor në vetë natyrën e tokës. Toka do të fillonte të rrotullohej më shpejt. Unë e përmenda këtë më herët, por tani le ta shpjegoj më thellësisht, sepse kjo nuk është vetëm një fakt interesant, është një paradoks që zbuloi një nga ligjet më fundamentale të fizikës.
Në vitin 1865, astronomu francez Eduard Roche publikoi një teori që tani quhet kufiri i Roshit. Ai llogaritur se çdo satelit që qarkullonte shumë afër planetit të tij do të coptohej nga forcat gravitacionale. Hëna jon është shumë larg kufirit të Roshit, ajo është e sigurt. Por ahon nuk ka qenë gjithmonë kaq larg. 4 miliardë e 600 milion vjet më parë, kur hëna u formua, shumica e shkencëtarëve besojnë nga një përplasje gjigante midis tokës së hershme dhe një planeti tjetër në madhësinë e Marsit, ajo ishte shumë më afër. Aq afër sa dukej 15 herë më e madhe në qiell se sa sot. Imagjinoni atë. Një disk gjigant që mbushte 1/6 e qiellit. Baticat që krijonte nuk ishin 15 metra, ato ishin qindra metra. Vallë gjigante të shkumës që përplaseshin në kontinente çdo 6 orë. Por ato baticat bën diçka. Ato fërkuan kundër fundit të oqeanit. Dhe ky fërkim krijoi nxehtësi, dhe nxehtësia krijoi fërkim, dhe fërkimi ngadalsoi rrotullimin e tokës. Saktësisht, sikur vini dorën në një rrotë që po rrotullohet. Duke ngadalsuar atë, baticat vendosen dorën e tyre në rrotullimin e tokës. Por energjia nuk zhduket. Kjo është ligji i parë i termodinamikës. Nëse toka po ngadalsohet, energjia duhet të shkojë diku. Dhe shkoj në hënë. Çdo vit, momenti këndor, sasia e rrotullimit, që toka humbet, hëna e fiton. Kjo e shtyn atë pak më larg. 3,8 cm çdo vit. Jo shumë, por gjatë miliarda vjetësh shtohet. Hëna ka lëvizur nga 15.000 kilometra larg tokën në themelim në 388.000 kilometra sot. Dhe ndërsa lëvizte më larg, toka ngadalsohej. Ditët u zgjatuan nga 6 orë në 18 në 24. Procesi vazhdon ende. Çdo shekull, dita bëhet 2 milisekonda më e gjatë. Në 1 miliard vjet, nëse asgjë tjetër nuk ndryshon, një ditë në tokë do të jetë 35 orë. Por pa hënën, ky proces ndalon. Fërkimi ndalon. Dhe toka që po frenohej ngadalë për miliarda vjet, papritur nuk ka më frena. Ajo nuk do të shpejtojë menjëherë, nuk funksionon kështu. Por ngadalësimi do të ndalojë. Dhe gjatë miliona vjetësh efektet të tjera, si rritja dhe zvoglimi i akullnajave polore, si lëvizja e kontinenteve, do të fillonin të ndikojnë në shpejtësinë e rrotullimit pa kundërpeshën stabilizuese të hënës. Prishja është në paradoks. Gjëja që na ka ngadalsuar është e njëjta gjë që na ka mbajtur stabil. Pa ngadalsim nuk do të kishim ditë të gjata. Por pa hënë që të vazhdojë ngadalsimin, toka do të fillojë të humbas parashikueshmërinë e saj. Është si një turrë e rrotullimit që dikush e ka mbajtur me dorë për miliarda vjet, duke e lënë të ngadalsohet gradualisht në mënyrë të kontrolluar. Dhe papritur, dora lirohet. Turra ende rrotullohet, por tani askush nuk e kontrollon shpejtësinë. Ajo bëhet subjekti çdo fërkim tjetër, çdo ndikimi të vogël që më parë ishte i papërfillshëm në krahasim me dorën e sigurt të hënës. Dhe këtu është diçka që shumica e njerëzve nuk e din. Shpejtësia e rrotullimit të tokës ndikon në erërat. Efekti Coriolis, forca që bën që uraganet të rrotullohen në një drejtim në hemisferën veriore dhe në drejtimin e kundërt në hemisferën jugore, varet drejt për drejt nga shpejtësia e rrotullimit. Nëse toka rrotullohej më shpejt, uraganet do të ishin më të fortë, errat do të ishin më të fuqishme, ciklonet do të formohen më shpejt. Simulimi i Hausmanit që përmenda më herët gjithashtu tregoi këtë. Në skenarin e tij pa hënë, brenda 500 vjetësh, shpejtësia mesatare e errave globale ishte rritur me 18%. Kjo nuk tingëllon shumë, por në realitet do të thotë se një erë e zakonshme, 20 metra për sekond, një furtunë e fortë, do të bëhej 24 metra për sekond. Një uragan kategoria 3 do të bëhej kategoria 4, dhe frekuenca e këtyre stuhive do të rritej, sepse sistemet të paqëndrueshme atmosferike do të formohen më lehtë. Por le të kthehemi në natën kur hëna zhduket, sepse ka diçka tjetër që ndodh menjëherë. Diçka që çdo njeri në tokë e vëren brenda sekondave. Qielli bëhet i errët. Kjo tingëllon e dukshme, por lëreni të shpjegoj se sa e errët. Në një natë me hënë të plot, hëna është rreth 400.000 herë më e ndriçme se ylli më i ndriçëm, Siriusi. Ajo është aq e ndriçme sa mund të lexoni një libër jashtë në një natë të ktjellët me hënë të plot.
njerëzit kanë bërë këtë për mijëra vjet. Në shkretira ku nuk ka ndriçim artificial, hëna e plot hedh hije. Hijet e pemëve, e gurve, e kafshve, gjithçka ka hije të qarta në dritën e hënës. Në vitet 90, neuroshkencëtarët në Universitetin Humboldt në Berlin zbuluan se retina jon, shtresa në fund të syrit që ndjen dritën, ka qeliza të veçanta që janë evoluar posaçërisht për të funksionuar në dritën e hënës. Këto qeliza, të quajtura shufrat, janë 100 herë më të ndjeshme ndaj dritës se qelizat tjera, konët që përdorim gjatë ditës. Kur hëna ngrihet, truri juaj automatikisht kalon në modalitetin e hënës. Një mënyrë shikimi ku nuk shihni ngjyra shumë qartë, por shihni forme, lëvizje, kontraste. Kjo është arsyeja pse njerëzit thonë se gjithçka duket e kaltër në dritën e hënës. Në realitet, shufrat tona janë më të ndjeshme ndaj dritës blu, dhe kur ato aktivizohen, truri interpreton sinjalet si ngjyra blu hiri. Këto qeliza evoluan gjatë miliona vjetësh. Paraardhësit tanë primata që jetonin në pemë kishin nevojë të shihnin në errësirë për të mbrojtur nga grabiçaret nokturn. Ata që mund të shihnin më mirë në dritën e hënës kishin më shumë shanse të mbijetonin. Gjenet e tyre kalluan, dhe tani, miliona vjet më vonë, çdo njeri ka të njëjtat qeliza. Por këto qeliza janë kalibruar për dritën e hënës, jo për errësirën absolute. Pa hënën, netet do të jenë të errta në një mënyrë që njerëzimi nuk ka përjetuar kurrë, përveç në shpella apo miniera të thella. Në një natë pa hënë dhe pa ndriçim artificial, në një shkretir apo pyll, errësira do të jetë kaq e plotë sa nuk do të shihni dorën para fytyrës. Yjet do të shkëlqejnë, madje më të ndritshëm se kurrë, sepse nuk ka dritë hënore për t'i zbehur, por yjet janë aq të largët sa drita e tyre nuk ndihmon fare për të parë tokën nën këmbët tuaja. Imagjinoni se jeni një gjuetar mbledhës para 10.000 vjetësh. Ju jetoni në një botë pa elektricitet, pa fener, pa zjarr përveç atij që bëni vetë, dhe në një natë pa hënë, lini kampin për të gjuajtur. Nëse humbasni rrugën prapa, nëse zjarri fiket, jeni në errësirë absolute. Ju nuk mund të shihni pemen para jush, nuk mund të shihni shkojen ku të vendosni këmbën. Çdo hap është i verbër, çdo tingull është një kërcënim i mundshëm. Një ari, një ujk, një gjarpër. Aftësia për të parë në dritën e hënës nuk ishte luksi, ishte mbijetesë. Dhe kjo nuk është vetëm për njerëzit. Kafshët nokturn, buf, mjeshtra, akrepa, milingona, gufa, gjarprinj, cakaj, ujë, të gjitha kanë evoluar për të gjuajtur ose për të fshehur në dritën e hënës. Këto kafsh kanë sy me qeliza të specializuara, disa me përmbledhës drite, struktura që përqendrojnë çdo foton të vetme drite. Një kali mund të shohë pothuajse po aq mirë sa në ditë në një natë me hënë të plotë. Një buf mund të shohë një mi që lëviz në bar nga 50 metra larg në dritën e hënës. Por pa hënën, këto aftësi janë përgjysmë të dobishme. Është si të kesh një teleskop i fuqishëm në një dhomë plotësisht të errët. Instrumenti funksionon, por nuk ka asgjë për të parë. Disa specie do të adaptohen. Evolucionin do të favorizojë ata që kanë sy pak më të mirë ose ata që mbështeten më pak te shikimi. Lakuriqet e natës që përdorin ekolegjon në vend të syve do të kishin avantazh. Gjarprinjt që UQUOTE94 ngjehsin infratkuqe përmes organeve të veçanta në kokë do të ishin të paprekur. Por shumica e gjitareve dhe shpendëve nokturn do të luftonin. Gjuetarët nuk do të mund të gjenin pre. Preda nuk do të mund të shihte grabiçarët derisa të ishte shumë vonë. Në parkun kombëtar Serengeti në Tanzani, zoologët kanë studiuar se si luanët gjuajnë në lloje të ndryshme të dritës. Luanët gjuajnë kryesisht në agjim dhe në muzg, por gjithashtu gjuajnë në net me hën. Në net pa hën, suksesi i tyre bie me 53%. Gjysma e ndjekjeve dështojnë sepse luani nuk mund ta shohë plotësisht prenë. Zebra që mund të shohë luanin që vjen në dritën e hënës dhe të ikë, është e verbër po aq sa luani në errësirën absolute. Rezultati, në një botë pa hënë, gjuetarët e mëdhenj do të urinë më shpesh. Ata do të merrnin më shumë rreziqe, do të sulmonin pre më të mëdha, më të rrezikshme, sepse pre të vogla janë shumë të vështira për t'u gjetur në errësirë. Luanët do të sulmonin buall më shpesh.
ujqit do të sulmonin drerë më shpesh. Dhe më shumë grabiqar do të plagoseshin ose vriteshin në këto sume desperate. Popullata do të binin, jo me njëherë, por gjatë gjeneratave. Dhe ndërsa popullatat e grabiqarve binin, popullatat e bimëngrënësve do të shpërthënin. Pa presion nga gjuetarët, kafshet bimëngrënëse do të shumëzoheshin, dhe kur numrat e tyre rriten shumë, ato do të konsumonin të gjithë barin, të gjithë gjethet, të gjithë drurët e rinj. Ekosistemi do të kalonte nga një ekuilibër delikat në një cikël boom-bust, periuda të teprisë së egër të ndjekura nga uri masive kur ushqimi mbaron. Ky model është parë më parë. Në Ishullin Royal, në liçenin superior, një popullsi e izoluar drerësh dhe ujqësh është studiuar për më shumë se 60 vjet. Kur numrat e ujqëve janë të lartë, dreri mbeten të kontrolluar, por kur një sëmundje vret shumicën e ujqëve, siç ndodhi në vitet 2000-ra, popullsia e drerëve shpërthen. Në vetëm 6 vjet, numri i drerëve u trefishua. Dhe pastaj, për shkak se ka shumë drerë dhe jo mjaft ushqim, dreri filluan të vdisnin nga uria. Në dimrin e vitit 2007, mbi 12% të popullatës vdiq. Trualloja në Ishull, pemat që dreri han, u shkatërrua. Në disa zona çdo pemë e re u ha. Pylli filloi të vdes. Kjo është e ardhmja e një bote pa hënën. Ekosisteme të paqëndrueshme që lëkunden midis teprisë dhe kolapsit. Jo për shkak se kafshët bëhen më të këqija apo më pak të adaptuara, por sepse mjeti që kanë përdorur për 100 milion vjet, drita e hënës, papritur mungon. Dhe këtu është diçka tjetër për të menduar. Njerëzit modern, në qytete me miliona lamba, nuk e kuptojnë se sa të errëta janë netet në të vërtetë. Në qytet, kur nuk bëhet me të vërtetë errët. Ndriçimi rrugëve, drita e dritareve, eklanorat e reklamave, të gjitha këto krijon një shkëlqim qielli që e bën qiellin portokall apo kafe edhe në mesnat. Në New York, drita artificiale është aq e fortë sa mund të lexoni një gazetë në rrugë në orën 3 të mëngjesit pa hënë. Astronomët duhet të udhtojnë qindra kilometra në shkretira apo male për të parë rrugën e qumështit, galaksin ton, sepse në qytet ajo është plotësisht e padukshme, e zbehet nga ndriçimi artificial. Por para se njerëzimi shpikti ndriçimin elektrik, para vetëm 150 vjetësh, hëna ishte e vetmja dritë natën. Dhe njerëzit e dinin këtë. Kalendarët e lashta nuk numëronin ditët, numëronin fazat e hënës. Hëna e re, hëna e parë në rritje, hëna e plot, hëna në zvogelim, këto ishin njësit e kohës. Njerëzit planifikonin udhtime, dasma, festa, beteja, sipas hënës, sepse udhtimi në natë pa hënë ishte i rrezikshëm. Beteja në natë pa hënë ishte e pamundur. Në vitin 1528, kur ushtrit franceze dhe angleze u përballën në betejën e Langjoj në Itali, të dyja anët pritur për hënën e plot për të filluar betejën, sepse pa atë, asnjë ushtri nuk mund të lëvizte në formacion në errësirë. Në vitin 1878, kur Benjamin Franklin shkruajti një ese të famshme duke sugjeruar që parizjenët të çoheshin më herët për të përfituar nga drita e diellit dhe të kursenin qirinj, ai gjithashtu përmendi që drita e hënës është falas dhe e bollshme. Për Franklin, sikur për miliardat njerëz përpara tij, hëna nuk ishte vetëm një objekt i bukur poetik, ishte një vegjël e domosdoshme për jetën. Pa atë vegjël, bota jon nuk do të ishte thjesht më e errët. Do të ishte fundamentalisht e ndryshme. Do të ishte si të jetonim në një shtëpi ku gjysmë e dhomave nuk kanë dritë. Ju ende mund të jetoni atje, por do të lëviznit ndryshe, do të planifikoninit ndryshe, do të silleshinit ndryshe. Dhe kjo na çon në pyetjen e fundit, që duhet të bëjmë në këtë pjesë të historisë. Çfarë do të ndodhte me qiellin ton? Sepse qielli nuk është vetëm një sfond ku hëna dhe i jetë shfaqen. Qielli ka qenë përmbajtja e parë që njerëzimi ka studiuar. Astronomia është shkenca më e vjetër, dhe hëna ka qenë objekti më i studiuar në qiell që nga çasti kur njeriu filloi të shikonte lart. Civilizimi i Babilonisë para 4000 vjetësh mbante të dhëna të detajuara të pozicioneve të hënës. Ata zbuluan se hëna kthehet në të njëjtin pozicion të saktë në qiell çdo 18 vjet e 11 ditë, një cikël i quajtur cikli Saroz. Ata përdorën këtë njohuri për të parashikuar eklipset, momentet kur hëna kalon para diellit ose kur toka hedh hijes mbi hënën.
Grekët e lashtë përdorën fazat e hënës për të kuptuar se si drita dhe hija funksionojnë. Aristarkus i Samosit, në shekullin e 3 para Krishtit, llogariti distancën deri te hëna dhe dielli, duke matë këndin e hënës në gjysmë hënë. Ai ishte i gabuar. Kalkulimet e tij ishin shumë të vështira me mjetet e kohës, por metoda ishte e saktë. Galileu në vitin 1609 drejtoi teleskopin e tij të parë të thjesht nga hëna dhe zbuloi male dhe kratera. Kjo ishte revolucionare. Për mijëra vjet, filozofët kishin besuar që hëna ishte një sferë e përsosur, e lëmuar. Galileu tregoi që ishte një botë, me peizazhe, me relieve, me historie gjeologjike. Në vitin 1969, kur Neil Armstrong vuri këmbën e parë në hënë, ai tha: "Një hap i vogël për njeriun, një hap gjigant për njerëzimin." Ai kishte të drejtë, sepse për të parën herë në historinë e jetës në tokë, një krijesë gjallë kishte lënë planetin e saj dhe kishte prekur një botë tjetër. Dhe bota që u prek ishte hëna, sateliti që kishte qenë udhërfyes, kalendar, dritë natën, frymëzimi për poezi, objekti i adhurimit dhe qëndroja e stabël për çdo moment të historisë njerëzore. Por imagjinoni që ajo botë papritur zhduket. Teleskope që studiojnë hënën, papritur shikojnë hapësirën bosh. Sondera që janë në udhëtim drejt saj humbsin objektivin. Astronautët që stërviten për misione hënore nuk kanë më destinacion. Dhe me e keqja, shikimi i të ardhmes ndryshon. Shumë plan për eksplorim hapësinor varen nga hëna. NASA, ESA, Agjencia Kineze e Hapësirës, të gjithë kanë plan për të ndërtuar baza në hënë si pika nisëse për misione në Mars dhe më tutje. Hëna është e parashikuar të jetë stacioni i karburantit i sistemit diellor, sepse ajo ka ujë, i ngrirë në kraterat e errta në pole, ka helium-3, një izotop i rrallë që mund të përdoret në fuzion bërthamor, dhe ka rërë që mund të zhderrohet në panele diellore. Pa hënën, të gjitha këto plane zhduken. Njerëzimi humbet shkallën e parë në zgjerimin ton përtej tokës. Dhe ka diçka poeti në këtë. Hëna që na udhëhoqi për miliarda vjet, që na duroi ditë të gjata, stinë të qëndrueshme, batica që ushqyen oqeanet tona, dritën që na lejoi të shihnim në natë. Kjo hënë do të ishte gjithashtu porta jonë drejt yjeve. Pa të, kthehemi, të paktën për një kohë, në një specie e vetmuar në planet e vetëm. Shikojmë qiellin dhe shohim vetëm errësirë ku dikur ishte shpresë. Por ka edhe një kërcënim tjetër që vjen nga qielli kur hëna zhduket. Një kërcënim që është akoma më i drejt për drejt, më i vunshëm dhe historikisht ka ndryshuar kursin e jetës në tokë disa herë. Asteroidet. Dhe këtu historia bëhet edhe më shqetësuese, sepse hëna nuk është vetëm një dritë dhe një stabilizator. Ajo është gjithashtu një mburoj. Asteroidet. Për 165 milion vjet, asnjë asteroid i madh nuk ka goditur tokën. Kjo nuk është fat. Kjo është hëna. Le t'ju tregoj si funksionon kjo. Çdo ditë, vjetra ton shkëmbin nga hapësira hyjnë në atmosferën tonë. Shumica janë të vegjël, madhësia e një guri apo një topi futbolli, dhe digjen plotësisht para se të arrijnë tokën. I shohim si yje të rrëzuar. Poetët shkruajnë për ta. Njerëzit shprehin dëshira. Por në realitet janë pjesë të vogla të sistemit diellor që po bëhen hi 50 kilometra mbi kokën tuaj. Por çdo disa mijëra vjet, diçka më e madhe vjen. Diçka madhësinë e një shtëpie, apo një ndërtese, apo në rastet më të këqija, madhësinë e një mali. Dhe kur këto objekt godasin tokën, ato nuk digjen. Ato shpërthejnë. Në vitin 1908, në Siberinë qendrore, pranë lumit Tunguska, Diçka shkrepti në qiell. Ishte mëngjesi i 28 qershorit. Një pastër i rëndont po përdorte kafshët e tij në pyll, kur pa një sferë zjarri që lëvizte përmes qiellit, ai tha më vonë se ishte aq e ndritshme sa nuk mund ta shikonte drejt për drejt. Dhe pastaj, një shpërtim. Forca ishte sa 1000 bombave si ajo e Hiroshimës. Val goditëse e shkatërroi 12 milion pemë në një sipërfaqe prej 2000 kilometra shkatror. Pemë gjigante, disa me diametër 2 metra, u shkullën si shkopinj dhe u hodhën kilometra larg. Njerëzit në kampe në largësi 50 kilometrash u hodhën në ajër nga forca e shpërtimit. Dritaret u thyen në qytetin e largësi 500 kilometra. Dhe objekti që shkaktoi këtë?
Astronomët besojmë se ishte një asteroid ose komet. Matësinë e një ndërtese djetkatëshe vetëm 50 deri në 100 metra në diametër. Kjo është e vogël sipas standardeve kozmike, por energjia e çliruar kur diçka po lviz me 30 km për sekond godet tokën është e pamundur për ta imagjinuar. 1 kilogram shkëmbin që lviz me atë shpejtësi ka më shumë energji se 5 kg trilol. Tani imagjinoni jo 50 metra, por 5 kilometra. Një shkëmb madhësinë e një qyteti. Kjo është ajo që vrau dinozauret. 66 milion vjet më parë, një asteroid rreth 10 km në diametër, pak më i madh se mali Everesti, goditi tokën në atë që sot është Gadishulli i Yucatanit në Meksik. Impakti krijoi një krater 180 km në diametër. Forca ishte sa 1 miliard bomba bërthamore. Valë sismike, më e fuqishme se çdo tërmet i regjistruar, shkulte tokën përmes planetit. Tsunami, sa lartësia e një ndërtese 100 katësh, përmbytën brigjet e Amerikës. Por kjo ishte vetëm fillimi. Impakti shpërtheu shkëmbin në të cilet ishin biliona tonë scufuri. Ky scufur u ngroh aq shumë sa u avullua dhe u ngrit në atmosferë. Atje u kombinua me avullin e ujit për të formuar acid sulfurik. Për muaj të tërë, ky acid ra si shim mbi gjithë planetin, duke djegur bimët, duke helmuar ujrat, duke shkatëruar oksigjenimin e oqeaneve. Por edhe kjo nuk ishte më e keqja. Impakti gjithashtu hodhi sa 500 trilion ton shkëmbin në atmosferë. Aq shumë grimca sa qielli u bë plotësisht i errët. Jo për ditë, jo për javë, por për vite. Disa model sugjerojnë se errësira mund të ketë zgjatur 10 vjet. 10 vjet pa dritë dielli. 10 vjet pa fotosintezë. Temperatura globale ra me 25 gradë në vetëm javët e para. Çdo bim që varet nga drita e diellit, që është pothuajse çdo bim në tokë, filloi të vdes. Pemët e mëdha mbijetuan për disa vite duke përdorur rezervat, por bimet e vogla, barat, algat, vdiqen brenda muajsh. Dhe kur bimët vdiqen, kafshët bimëngrënëse vdiqen. Dhe kur ato vdiqen, grabiqarët vdiqen. Zinxhiri ushqimor u pris plotësisht. Në fund, 75% e të gjitha specieve në tokë u zhdukën. Të gjithë dinozauret jo zog, krisa që kishin sunduar planetin për 150 milion vjet, u zhdukën brenda disa dekadash. Vetëm kafshët e vogla që mund të fshieshin nën tokë, që mund të hanin fara dhe insekte të vdekur, që mund të jetonin me shumë pak ushqim, vetëm ato mbijetuan. Dhe nga ato mbijetuese të vogla, vjetra milion vjet më vonë evoluan primatat, dhe nga ato evoloi njeriu. Ne ekzistojmë sepse një asteroid vrau dinozauret, por po aq lehtë një asteroid tjetër mund të na vrasë neve. Dhe këtu vjen pjesa shqetësuese. Hëna na mbron nga kjo. Në vitin 2015, planetologu zviceran Martin Gjuci në ETH Ciri publikoi një studim duke analizuar krateret në Hënë dhe në tokë. Ai numroi 63.000 kratera në Hënë që janë më të mëdhenj se 1 kilometër. Disa nga këto kratera janë gjigante. Delfti Jugor Pol Aitken është 2400 km në diametër. Kratri më i madh i njohur në sistemin diellor të brendshëm. Por sa kratera kemi në tokë? Vetëm 188 që janë konfirmuar. Dhe shumica janë të vjetër, nga koha kur toka ishte e re. Krateret të reja, të formuara në 10 milion vjetët e fundit, janë jashtëzakonisht të rralla. Pse? Atmosfera jon djeg asteroidet e vegjël, po, dhe erozioni, era, uji, lëvizja e shtresave, me kalimin e kohës fshin krateret. Por kjo nuk shpjegon ndryshimin e madh. Hëna nuk ka atmosferë, nuk ka ujë. Çdo impakt që ka ndodhur ndonjëherë është ende i dukshëm. Dhe sipërfaqja e Hënës tregon një histori të dhunshme, një bombardim konstant që ka zgjatur miliarda vjet. Toka duhet të ketë përjetuar të njëjtin bombardim, por nuk e ka bërë. Dhe arsyeja, sipas llogaritjeve të Gjucit, është se Hëna vecon jo më pak se 23% e të gjitha asteroideve që do të godisnin tokën. Le ta vendosim këtë në perspektivë. Çdo vit, toka kalon përmes një fushë asteroidesh.
Ripi i asteroideve midis Marsit dhe Jupiterit. Shumica e këtyre shkëmbimve nuk janë në rrugë për të përplasur me ne. Orbitat e tyre janë të qëndrueshme. Por her pas here, Jupiteri, me gravitetin e tij masive, i shtyn disa prej tyre nga rruga, dhe disa nga ato rrugë të reja kryqëzohen me orbitën e Tokës. Pa hënën, çdo asteroid që hyn në sistem do të ketë 23% më shumë shanse për të goditur Tokën. Kjo nuk duket shumë, por gjatë miliona vjetësh shtohet. Studimi i Xhutsit llogariti se pa hënën, një impakt katastrofik, madhësinë e ngjarjes së Yucatanit, do të ndoste jo çdo 100 milion vjet, por çdo 80 milion. 20 milion vjet më shpejt. Që në shkallën e historisë gjeologjike është si të shkosh në një katastrofë çdo shekull në një çdo 90 vjet. Rritja duket e vogël, por pasojat janë absolutisht kritike për evolucionin e jetës komplekse, sepse jeta ka nevojë për kohë për të evoluar. Pas çdo shkatërrim masiv, qoftë nga asteroidet, vulkanet masive apo ndryshime klimatike, ekosistemi i duhen miliona vjet për të rikuperuar, për të evoluar as specie të reja, për të ndërtuar kompleksitet përsëri. Nëse impaktet ndodhin shumë shpejt, jeta nuk arrin kur kompleksitet. Ajo mbetet e thjeshtë, baktere, alga, forma të vogla që mund të mbjetojnë nën tokë apo nën ujë. Marsi, përsëri, na jep një shembull. Marsi nuk ka një hënë të madhe, dhe sipërfaqja e Marsit është plot me kratera, më shumë se hëna, sepse Marsi është më pranë rripit të asteroideve. Çdo shembull i hershëm i jetës në Mars, nëse ka ekzistuar ndonjëherë, do të ishte shkatëruar përsëri e përsëri nga impakte. Ndoshta kjo është arsyeja pse nëse Marsi kishte jetë, ajo nuk evoloi kur përtej formave mikroskopike. Toka, nga ana tjetër, Pati hënën. Dhe hëna na dha kohën. kohën për të evoluar nga qeliza të thjeshta në shumë qelizor, nga shumë qelizor në pesh, nga pesh në zvaranik, nga zvaranik në gjitar, nga gjitar në primat, nga primat në njerëz. Secili prej këtyre hapash mori 10 milion vjet, dhe secili vit hëna ishte atje, duke na mbrojtur. Tani heqeni hënën dhe bombardimi fillon. Jo menjëherë. Asteroidi i radhës i madh mund të mos vijë për 10.000 vjet, apo 50.000, por statistikisht shanset tona sapo u rritën, dhe gjatë miliona vjetësh do të goditemi më shpesh, dhe çdo goditje do të vendos prapa evolucionin me miliona vjet. Por ndoshta po mendoni, kjo është teori, kjo është spekulim, si mund të jemi të sigurt? Le t'ju jap shifra konkrete, jo spekulime, jo supozime, por matje të sakta. Në vitin 2018, NASA lancoi misionin OSIRIS-REx drejt asteroidit Bennu. Ky asteroid është vetëm 500 metra në diametër. I vogël, por ende aq i madh sa nëse do të godiste Tokën, do të shkatërronte një rajon të tërë. Skanerime nga sonda treguan se Bennu është plot me guralec të vegjël, disa vetëm disa centimetra, të tjerë matësinë e një makine. Këto janë fragmente nga impakte të hershme, dhe duke analizuar shpërndarjen e tyre, shkencëtarët llogaritur sa shpesh Bennu është goditur nga objekte të tjera. Përgjigja: çdo 100.000 vjet, Bennu pret një impakt që ndryshon trajektoren e tij. Jo shumë, vetëm pak, por gjatë miliona vjetësh këto ndryshime të vogla shtojnë. Dhe në vitin 2025, llogaritjet tregojnë se ka një shan prej 1 në 2700 që Bennu të godiste Tokën në shekullin e 23. 1 në 2700. Kjo t'ingëllon sikur shanse të ulta. Është. Por imagjinoni që ka jo vetëm Bennu, por 25.000 asteroide të njohur që kryqëzojnë orbitën e Tokës. Dhe këto janë vetëm ato që i kemi zbuluar. NASA vlerëson se ka rreth 1 milion asteroide më të mëdhenj se 25 metra që ende nuk i kemi parë. Çdo vit kemi shan grumbulluese për impakt, dhe çdo vit hëna ull këtë shan me 23%. Hiqeni hënën dhe shansi rritet. Jo sot, jo nesër, por brenda një shekulli, diçka madhësinë e ngjarjes së Tunguskës ka tani një shans më të lartë për të goditur. Brenda 1000 vjeçari, diçka madhësinë e një qyteti. Brenda 10 milion vjetësh,
kohë e shkurtër gjeologjike, diçka madhësinë e ngjarjes së Yucatanit. Dhe çdo herë që një asteroid i madh godet, miliona vjet evolucion zhduken. Speciet që kanë zhvilluar adaptim kompleks, zogë që migrojnë duke ndjekur yjet, peshq që lundrojnë duke përdor fushat magnetike të tokës, pemë që komunikojnë përmes rrënjve nëntoksore, të gjitha këto humbën. Sepse një impakt mjaftueshëm i madh nuk vret vetëm organizma individual, ai vret ekosisteme të tëra. Ai prish mjedisin global për dekada. Po ndoshta ende jeni skeptik. Ndoshta mendoni, njerëzit modern mund të mbijetojnë. Ne kemi teknologji, mund të ndërtojmë strehimore nëntoksore, mund të mbajmë ushqim, mund të filtroni ajrin. Le t'ju tregoj pse kjo nuk funksionon. Në vitin 2019, Qeveria e Shteteve të Bashkuara realizoi një simulim sekret. Skenari: një asteroid 5 kilometra në diametër zbulohet të jetë në rrugë të përplasjes me tokën. Kemi 6 bëjet muaj përpara impaktit. Çfarë mund të bëjmë? Përgjigja: asgjë, shumë domethënëse. Me teknologjinë tonë aktuale, ne nuk mund të ndryshojmë trajektoren e një objekti kaq të madh me aq kohë të shkurtër. Raketë më të fuqishme që kemi mund të bartë vetëm disa tonë shpërtyese. Asteroidi peshon biliona tonë. Të përpiqesh ta devijosh është si të përpiqesh të ndalësh një tren mallrash duke hedhur një guralec ndaj tij. Pra, çfarë bën njerëzimi? Ne strehohemi, ndërtojmë bunker, mbajmë ushqim për miliona njerëz. Por këtu është problemi. Impakti do të ngrejë aq shumë pluhur në atmosferë sa do të bllokojë diellin për vite. Çdo bim në sipërfaqe do të vdes. Çdo kafshë që ha bim do të vdes. Çdo grabiçar që ha kafshë bimëngrënëse do të vdes. Njerëzit në bunker mund të mbijetojnë për muaj, ndoshta vite. Por çfarë ndodh kur dalin? Nuk ka më pyll, nuk ka më kultura, nuk ka më kafshë shtëpiake. Çdo sistem bujësor ka kolapsuar. Oqeanet janë plot me alga të vdekura që po treten duke liruar hidrogen sulfid, një gaz helmues. Ajri është i pakët me oksigjen sepse nuk ka më pemë për fotosintezë. Ata që dalin nga bunkerët e gjejnë veten në një botë që ngjan me Marsin, një shkretir të ngrysur, të helmuar pa jetë. Dhe ata duhet të mbijetojnë atje. Pa zinxhir ushqimor, pa ekosistem, vetëm me atë që mbajtën në bunker. Simulimi llogariti se në një skenar të tillë, nëse 5 milion njerëz futen në bunker të përgatitur mirë, vetëm 150.000 do të jenë gjallë pas 5 vjetësh. Dhe nga ata, vetëm 20.000 do të mbijetojnë 10 vjet. Popullatat kaq të vogla nuk janë të qëndrueshme gjenetikisht. Brenda 6 gjeneratash, problemet nga martesa e ngushtë, sëmundje gjenetike, sterilitet, do të fillojnë të shfaqen. Në 2 shekuj, njerëzimi do të zvoglohej në disa qindra individ. Dhe në atë pikë, çdo epidemi, çdo aksident, çdo problem mund të jetë fundi. Kjo është ajo që hëna na mbron prej, jo vetëm nga asteroidet, por nga potenciali i shkatërimit të plot të civilizimit ton. Dhe kjo nuk është vetëm për asteroidet. Ka diçka tjetër që hëna bën, diçka më subtile, por jo më pak e rëndësishme. Hëna stabilizon kligjumin e tokës gjatë kohës. Kur folëm më herët për lëkundjen e boshtit, unë përmendaj efekte që ndodhin gjatë mijëra vjetësh, por ka edhe ndryshime më afat shkultra që hëna mbron kundër. Çdo ditë, dielli dhe planetet e tjerë tërheqin në tokë duke u përpjekur të lëkunden boshtin. Këto forca janë të vogla, por vazhdimësia e tyre do të ishte e rëndësishme pa hënë. Imagjinoni një top rrotulluese. Nëse askush nuk e prek, ai rrotullohet në mënyrë të qëndrueshme. Por nëse dikush e shtyp lehtë, çdo pak, pas një kohe, topi fillon të lëkund. Forcat individuale janë të vogla, por ato rezonojnë, shtojnë njëra tjetrën. Pa hënën, forca gravitacionale nga Dielli dhe Jupiteri do të fillonte të rezonojë me rrotullimin e tokës. Boshti do të fillonte të lëkund jo vetëm në cikle 20.000 vjeçare, por në cikle më të shkurtra, ndoshta çdo 5.000 vjet ose edhe më shpejt. Dhe çdo herë që boshti lëkundet, stinat ndryshojnë. Civilizimi njerëzor ka ekzistuar për 10.000 vjet, që nga koha kur zbulova bujqësinë. Në të gjithë këtë kohë, stinat kanë qenë të parashikueshme. Vera vjen pas pranverës, dimri vjen pas vjeshtës. Çdo vit i njëjti cikel. Dhe në këtë parashikueshmëri, ne ndërtuam gjithçka, kur të mbjellin farave, kur të korrin, kur të magazinojnë ushqim për dimër.
Por imagjinoni që çdo 5000 vjet stinat ndryshojnë. Një gjenerate njeh një dimër të butë ku mund të mbilen tritëra edhe në janar. 100 gjenerata më vonë, pasardhësit e tyre jetojnë në një botë ku dimri është aq i ashpër sa asgjë nuk rritet për 8 muaj në vit. Ata duhet të rinven tentojnë bujqësinë, duhet të gjejnë kultura të reja, duhet të ndërtojnë shtëpi të reja të dizajnuara për klimë të re, dhe sapo të përshtaten, 5000 vjet më vonë, gjithçka ndryshon përsëri. Civilizimi nuk mund të zhvillohet në një mjedis të tillë. Shkrimit i duhen qindra vjet për të evoluar, shkencës i duhen mijëra. Por nëse çdo disa mijëra vjet gjithçka që keni mësuar për mjedisin tuaj bëhet e pavlefshme, nuk e ka për të ndërtuar dije. Jeni të kalibruar për të mbijetuar, jo për të përparuar. Kjo është arsyeja pse në sistemin ton diellor Vetëm toka ka zhvilluar jetë inteligjente. Jo sepse planetet e tjerë nuk kishin ujë apo atmosferë. Marsi kishte të dyja. Venusi kishte të dyja. Por ato nuk kishin stabilitet. Dhe pa stabilitet nuk ka kompleksitet. Nuk ka evolucion drejt formave më të larta. Nuk ka kohë për inteligjencë të shfaqet. Hëna na da stabilitet, dhe stabiliteti na da kohë, dhe koha na da ne. Le të shikojmë përpara tani. Le të imagjinojmë jo vetëm atë që ndodh kur hëna zhduket, por si do të dukej bota pas një shekulli, pas 1000 vjeçari, pas 10.000 vjetësh, pas 100 vjetësh. Baticat janë pothuajse zhdukur. Zona bregdetare që dikur ishin plot me jetë tani janë zona të vdekura. Bungor të dekomponuar mbulojnë plazet. Uji ka filluar të bëhet më i turbullt pa filtruesit natyral. Fushat e barit të detit janë zvogluar me 50%. Specie si kodat e kuajve, breshkat detare dhe qindra specie peshish bregdetar janë në prag të zhdukjes. Klima ka filluar të bëhet më e paqëndrueshme. Vendet që merrnin shi të rregullt tani përjetojnë thatësira. Uraganet janë 14% më të forta se ishin para një shekulli. Fermerët mundohen të përshtaten, por çdo 10 vjet modelet ndryshojnë përsëri. Qytetet bregdetare luftojnë me erodzionin e ri. Pa batica që të rifreskojnë brigjet, ranori është gërryer. Plazhe të famshme kanë zhdukur. Porte nuk funksionojnë më siç ishin dizajnuar. Niveli i ujit nuk ngrihet e bie në mënyrë të parashikueshme, kështu që anije nuk mund të planifikojnë hyrjen dhe daljen. Njerëzit ende mbijetojnë. Teknologjia kompenson disa nga problemet, por ekonomia globale është në rrëmuj. Për shkak të dështimit të peshkimit, uljeve në prodimin bujqësor dhe kostove të larta për të përshtatur me kushtet e reja. Pas 1000 vjetësh, boshti i tokës ka lëkundur me 2 gradë. Kjo duket pak, por ka ndryshuar komplet klimën në disa rajone. Sahara ka filluar të bëhet më e lagësht në pjesë të saj jugore, ndërsa mesdhetarja ka filluar të thahet. Komunitete që kanë jetuar në të njëjtat vende për mijëra vjet tani janë detyruar të migrojnë. Ditët ja bërë 15 minuta më të shkurtra, një ndryshim që nuk duket i madh, por ka ndikuar në modelet e errave. Ciklonet tani formojnë më shpejt dhe lëvizin në trajektore të panjohura më parë. Populatat e salmonit në pajsor kanë rënë me 64%. Arinjt dhe ujqit që vareshin nga ta kanë zhvendosur në teritore të reja, duke krijuar konflikte me specie të tjera. Pyjet kanë filluar të ndryshojnë kompozicionin. Pemë që kishin nevojë për stinë të parashikueshme kanë vdekur, duke i lënë vendin shkurreve dhe bimëve që mund të mbijetojnë në kushte më kaotike. Në oqeane, zona të vdekura, rajone pa oksigjen ku asgjë nuk mund të jetojë, janë zgjeruar nga 2% km2 në 12 milion. Peshkimi komercial ka kolapsuar në shumicën e rajoneve. Njerëzimi mbështetet më shumë në bujqësi intensive dhe ferm peshish artificiale. Pas 10.000 vjetësh, bota është e panjohshme. Boshti i tokës ka lkundur me 18 gradë. Stinët nuk ekzistojnë më siç i njihte njeriu. Në disa rajone dimri zgjat 11 muaj. Në të tjerë, vera zgjat të njëjtën kohë. Speciet e mëdha, elefant, rinocer, tigra, janë zhdukur. Jo sepse i gjuajtëm deri në zhdukje, por sepse habitatet e tyre ndryshuan shumë shpejt për t'u përshtatur. Kafshët që mbijetuan janë të vogla, të gjithanshme, të afta për të ngrënë çdo gjë dhe për të jetuar në kushte ekstreme. Pyjet tropikale. Dikur mushkëritë e tokës, duke prodhuar 20% të oksigjenit të planetit, janë reduktuar në pjesë të vogla.
Vendin e zënë shkretëtira dhe savana. Njerëzimi ekziston ende, por në numra më të ulët. Teknologjia avancuar na lejoi të mbijetojmë, por civilizimi global ka kolapsuar. Komunitetet të vogla jetojnë në biodom, kupola gjigante ku klima kontrollohet artificialmente. Jashtë këtyre kupola, bota është armiqësore. Dhe asteroidet? Në 10.000 vjet, shansi që të kemi përjetuar të paktën një impakt, madhësia e ngjarjes së Tunguskës është 87%. Disa qytete janë shkatërruar, zona të tëra janë bërë të pabanuar. Pas 100.000 vjetësh, Toka po ngjan gjithnjë më shumë me Marsin. boshti lëkundet në mënyrë kaotike çdo disa mijëra vjet. Nuk ka më stin në kuptimin që njerëzimi i njihte. Pjesë të mëdha të planetit janë shkretëtira, të ngrira ose të nxehta. Kompleksiteti i jetës është reduktuar dramatikisht. Ekosisteme intrikate me mijëra specie që ndërveprojnë janë zvendësuar nga sisteme të thjeshta me vetëm disa vjetra specie dominuese. Shumica janë baktere, alga, insekte dhe disa lloje zvaranikësh dhe gjitarësh të vegjël. Nëse njerëzimi ekziston ende, ne jetojmë tërësisht nën tokë apo në habitatet e vullosura. Sipërfaqja është shumë e rrezikshme. Temperaturat luhatjet nga 20 gradë nën zero në dimër në 50 gradë mbi zero në verë, në të njëjtin vend brenda muajve. Dhe asteroidet vazhdojnë të bien. Në 100.000 vjet është gati i sigurt që kemi përjetuar të paktën një impakt të nivelit katastrofal, diçka që ka vrarë miliona dhe ka ndryshuar klimën globale për dekada. Pas 1 milion vjetësh, Nëse dikush nga hapësila do të shikonte tokën me teleskop, ai do të shihte një planet gri kafe, pa oqeane blu të mëdha, pa pyje të gjelbra, pa shtresa të bardha polare të qëndrueshme. do të shihte një planet që ngjan me Marsin, një botë e vdekur, e shkret, ku jeta, nëse ekziston, është e fshehur thellë nën sipërfaqe. Evoluimi i formave komplekse të jetës është ndalur. Nuk ka kohë për të zhvilluar inteligjencë të re, sepse çdo milion vjet kushtet ndryshojnë aq dramatikisht sa çdo specie e re që fillon të zhvillohet, shkatërohet para se të arrijë kompleksitet. Toka është bërë një botë ngrish në primitivitet biologjik. Bakteret, arkeat, alga, forma që janë identike me ato që ekzistonin 3 miliard vjet më parë, mbizotërojnë. Jeta ka kthyer prapa rrugën evolucionare me miliarda vjet. Dhe gjithçka sepse një objekt, një sferë hiri 3478 km në diametër, Orbitues 388.000 km larg nesh, zhduk. një objekt që shumica e njerëzve e konsiderojnë si dekoracion, si një dritë e bukur në natë, si një temë për poezi romantike. Por hëna nuk është dekorim. Ajo është themel. Ajo është arsyeja pse ekzistojmë. Dhe kjo na sjell në pyetjen përfundimtare. Pse duhet të na interesoj? Hëna nuk do të zhduket. Kjo është skenar imagjinar. Çfarë mund të mësojmë nga kjo? Mësimi është ky. Ne jetojmë në një ekuilibër aq delikat, aq të përsosur, kalibruar, sa ndryshimi më i vogël, humbja e një elementi që as nuk e vëmre, mund të shkatërrojë gjithçka. Ne mendojmë se jemi të fortë, se kemi pushtuar natyrën, se teknologjia jonë na bën të paprekshëm. Por e vërteta është se jemi të varur nga një sistem aq kompleks sa nuk e kuptojmë plotësisht. Hëna, dielli, oqeanet, atmosfera, fusha magnetike. Të gjitha këto punojnë së bashku për të krijuar një zonë të ngushtë ku jeta mund të lulëzojë. Dhe ndërkohë, Ne po shkatërrojmë këto sisteme. jo duke hequr hënën, kjo është e pamundur, por duke ndryshuar klimën, duke ndotur oqeanet, duke shkatërruar ekosisteme, duke shuar specie me shpejtësinë 1000 herë më të shpejtë se norma natyrore e zhdukjes. Ne po bëjmë me duart tona atë që humbja e hënës do të bënte automatikisht. Po prisim zinxhirët që na mbajnë gjallë. Dhe kjo është arsyeja pse duhet të kuptojmë këtë skenar. Jo sepse do të ndodhë, por sepse na tregon se sa e brisht është bota jonë, sa kritik është çdo element, sa lehtë mund të humbasim gjithçka. Por ka diçka që duhet ta kuptojmë më thellë, diçka që shkon përtej statistikave, përtej modelimeve, përtej projeksioneve shkencore, diçka që lidhet me vetë natyrën e ekzistencës sonë në këtë univers. Sepse, shikoni,
Ne sapo kaluam përmes një udhëtimi mendor që filloi me një natë të qetë në brigjet e Adriatikut dhe përfundoi me një tokë të transformuar në shkretir. Por gjatë gjithë kësaj kohe, ne folëm për hënën si për një objekt, një sferë shkëmbi, një satelit, një mekanizëm fizik që krijon baticat, stabilizon boshtin, largon asteroidet. Po nëse e shikojmë ndryshe, nëse mendoj për këtë tani, në këtë moment, ndërsa po ju flas, hëna nuk është thjesht një objekt që ekziston diku atje lart. Ajo është pjesë e një marrëdhënieje, një dialog që ka zgjatur 4 miliardë 600 milion vjet. Një dialog midis dy trupave qiellor që kanë evoluar së bashku, që janë formsuar nga prania e njëri tjetrit, që nuk mund të kuptohen më si entitete të veçanta. Mendoni për këtë. Kur shkencëtarët flasin për UQUOTE8, ata nuk po përdorin thjesht një term të përshtatshëm, po përshkruajnë një realitet fizik. Qendra e masës së këtij sistemi, pika rreth së cilës të dyja objektet rrotullohen, nuk ndodhet në qendër të tokës. Ajo ndodhet 1700 kilometra nën sipërfaqen e tokës. Kjo do të thotë se, në një kuptim shumë real, toka dhe hëna po rrotullohen rreth njëra tjetrës. Ne nuk jemi një planet me një satelit, ne jemi një planet i dyfisht. Dhe ky planet i dyfisht është unik në sistemin ton diellor. Jupiteri ka 79 hëna, por më e madhja, Ganimedia, është vetëm 1/74 e masës së Jupiterit. Marsi ka 2 hëna, por bashk ato janë 1/11 milion e masës së Marsit. Por hëna jon? Ajo është 1/81 e masës së Tokës. Kjo është raport gjigant. Aq e madhe sa disa shkencëtarë argumentojnë se Toka dhe hëna nuk duhet të quhen planet dhe satelit, por sistem binar planetar. Dhe ky raport i jashtëzakonshëm ka pasoja të jashtëzakonshme. Sepse kur dy trupa janë aq të barabartë në madhësi relative, ndikimet e tyre reciproke janë shumë më të mëdha se sa në ndonjë sistem tjetër. Kjo është arsyeja pse baticat tona janë kaq të fuqishme. Kjo është arsyeja pse boshti ynë është kaq i qëndrueshëm. Kjo është arsyeja pse toka ka ngadalësuar aq shumë në rrotullim. Por këtu është e çuditshme. Nëse shkoni prapa në kohë, në ditët e para pas formimit të hënës, raporti ishte edhe më ekstrem, sepse hëna u formua nga një përplasje. Rreth 4 miliardë 600 milion vjet më parë, një protoplanet matësinë e Marsit, shkencëtarët e quajnë Theia, goditi tokën e hershme me një kënd të caktuar. Nuk ishte goditje frontale, por as rrotullim anash. Ishte e përsosur. Imagjinoni, nëse këndi do të ishte 5 gradë më i madh, Theia do të kishte rikoshuar në hapësirë dhe nuk do të kishte hënë. Nëse do të ishte 5 gradë më i vogël, Theia do të kishte shkrirë plotësisht me tokën dhe përsëri nuk do të kishte hënë të veçantë. Por këndi ishte i sakt. Si të kishte qenë i kalibruar, si të dinte se çfarë duhet të ndodhte. Natyrisht nuk kuote 9. Fizika nuk ka qëllim. Por rezultati ishte se një pjesë e madhe e mantëlit të tokës, shtresa e shkrit shkëmbinsh jashtë bërthamës, u hodh në hapësirë nga forca e impaktit. Ky material u orbitalizua rreth tokës dhe me kalimin e kohës, mbase vetëm disa mijë vjet, grumbullohej, kondensohej, ftohej dhe formohej. Hëna. Pra hëna nuk është thjesht një objekt i rastësishëm që u kap nga graviteta e tokës ndërsa kalon te pranë, si hënat e vogla të Marsit që janë me shumë gjasa asteroide të kapura. Jo, hëna është pjesë e tokës. Ajo është e bërë nga i njëjti material. Kur astronautët e Apollo sollën mostra shkëmbi nga hëna dhe shkencëtarët i analizuan ato, zbuluan se përbërja izotopike, kimik, ishte identike me shkëmbinjtë e tokës. Hëna është motra e tokës, e bija e tokës, pjesë e tokës që u veçua dhe u bë diçka e re. Dhe për 4 miliardë 600 milion vjet, këto dy pjesë të njëjtit trup origjinal janë në një dialog. Toka tërheq hënën, hëna tërheq tokën. Toka ngadalson për shkak të hënës, hëna largohet për shkak të tokës. Është një valltare, një koreografi që ndryshon shumë ngadalë, por që kurrë nuk ndalet. Dhe në mes të kësaj vallëzimi, në sipërfaqen e njërit prej këtyre valltarëve, shfaqet jeta. Këtu është pyetja që duhet ta bëjmë.
A ishte e rastësishme? Unë nuk po flas për kuote njëmbëvjet apo teori pseudoshkencore, po flas për diçka më thelbësore. A mund të kishte lindur jetë komplekse në tokë pa hënën? A është hëna thjesht një bonus i këndshëm, diçka që e bëri jetën më të lehtë, por jo të nevojshme? Apo është ajo kusht paraprak, komponent absolutisht kritik, pa të cilin ne thjesht nuk do të ekzistonim? Në vitin 2018, astrobiologu australian Charles Lynweaver botoi një artikull me titull të thjesht, QOTE-11. Ai analizoi të gjitha kushtet që duhet të plotësohen për jetën komplekse. Ujë në gjendje të lëngët, po, e kemi. Atmosferë, po. Distance përshtatshme nga illi, po. Por pastaj ai shtoi kushtet që zakonisht injorohen. Stabilitet afatgjat, stinë të parashikueshme, oqeane të lëngshme që qarkullojnë lëndë ushqyese, mbrojtje nga bombardimi kozmik, dhe përfundimi i tij ishte shqetësues. Pa hënën, toka do të kishte 3 prej 4 kushteve të para, por stabilitetin afatgjat? Jo. Stinet e parashikueshme? Jo. Oqeane që funksionojnë siç duhet? Jo. Mbrojtje nga asteroidet? Jo. Me fjalë të tjera, toka pa hënë do të ishte një vend ku jeta e thjesht, bakteret, arkeat, ndoshta alga, mund të shfaqej. Por jeta komplekse, shumë qelizor, kafsh, pemë Dhe në fund, inteligjenca. Ka shumë të ngjarë që kur nuk do të evolonte, sepse nuk do të kishte kohë, nuk do të kishte stabilitet. Çdo herë që evolucionit do t'i duheshin 10 milion vjet për të ndërtuar diçka komplekse, kushtet do të ndryshonin. Boshti do të lëkundej, klimat do të bëhej kaotike, asteroid do të godiste dhe procesi do të fillonte përsëri nga zero. Kjo na sjell në një realizim që është njëkohësisht i mahnitshëm dhe tronditës. Ne nuk jemi produkt vetëm i evolucionit në tokë. Ne jemi produkt i evolucionit në sistemin tokë-hën. Çdo qeliz në trupin tuaj, çdo gen në DNA-n tuaj, ka evoluar në kushtet e krijuara nga ky dialog midis dy trupave qiellor. Ritmet biologjike tuaja, cikli i gjumit, cikli i riprodhimit tek disa specie, madje edhe cikli menstrual tek femrat e gjitarëve, të gjitha janë të sinkronizuara, në nivele të ndryshme me fazat e hënës. Disa nga këto sinkronizime janë të qarta. Koralet në barierë rifin e matë në Australi vjedhin vezët e tyre të gjitha në të njëjtën natë, natën e hënës së plot pas ekuinoksit të pranverës. Miliona kolonie të shpëndara në mijëra kilometra katror, të gjitha në sinkronizim perfekt. Pse? Sepse vëzët e tyre, ndërsa notojnë në sipërfaqe, kanë nevojë për dritën e hënës për t'u orientuar. Pa hënë, ky sinkronizim do të ishte i pamundur. Dhe mundësia që vëzët të fertilizoheshin, sepse vëzët dhe sperma duhet të takohen në ujëra e hapur, do të binte dramatikisht. Breshkat detare, pas 30 vjetësh notimi në oqeane, kthehen në plazhin e sakt, ku lindën për të vjel vëzët e tyre. Si e gjejnë rrugën? Ato përdorin yjet për navigim, por në net pa hënë, shkalla e suksesit bie me 44%. Ato humbasin. Lundrojnë në plazhe të gabuara. Vjedhin vëz në vende ku rëra është shumë e ngrohtë ose shumë e ftohtë, dhe vëzët nuk mbijetojnë. Edhe njerëzit, ne, kemi gjurmë të hënës në biologjinë tonë. Cikli menstrual mesatar tek femrat është 28 ditë. Cikli lunar nga një hënë e re në tjetrën është 29 ditë e gjysmë. A është rastësi? Disa shkencëtarë argumentojnë se po, se nuk ka lidhje shkaksore të drejtë për drejtë. Të tjerë thonë se gjatë evolucionit, ciklet që ishin të sinkronizuara me hënën mund të kenë pasur avantazh. Femrat që riprodhoheshin në faza specifike të hënës mund të kenë pasur fëmijë me shanse më të mira mbijetese, për shkak të kushteve më të mira gjuetie, më shumë dritë natën për të mbrojtur fëmijët. Nuk e dim me siguri, por edhe fakti që po e debatojmë tregon diçka. Hëna nuk është e jashtme për ne. Ajo është e thurur në vetë indin e ekzistencës sonë, dhe këtu është paradoksi që duhet ta kuptojmë. Ne kur nuk vlerësojmë atë që është gjithmonë atje. Mendoni për ajrin që po e merr një frym tani. Ju nuk e vëmre, jo? Nuk e mendoni. Por pa të, do të vdisnit brenda minuta.
Çdo frymëmarrje sjell oksigjen që djeg glukozën në qelizat tuaja dhe prodhon ATP-n, që mundson që çdo qelizë, çdo muskull, çdo mendim juaj të funksionojë. Por sepse ajri është gjithmonë atje, Ne nuk e vlerësojmë, derisa na merret. hëna është e njëjta. Ajo ka qenë gjithmonë atje, çdo natë kur është e dukshme. Çdo gjenerat njerëzore që ka jetuar ndonjëherë e ka parë. Çdo kafshë që ka shikuar lart. Çdo peshk në det që ka ndier tërheqjen e baticave. Çdo pemë që është lëkundur në erë, të krijuar nga modelet e marra nga forca e hënës. Por pikërisht për shkak se është gjithmonë atje, ne e marrim si të mirëqenë. Ne shkruajmë poezi për të, këngë, e pikturojmë, e fotografojmë. Por kur pyeten, shumica e njerëzve do të thoshin, por nuk do të mendonin për baticat, për stabilitetin e boshtit, për asteroidet, për zinxhirët ushqimor-oqeanik, për faktin që vetë ekzistenca e tyre varet nga ajo sfere largët. Kjo është një formë e verbërisë, një verbëri nga mënisohmëria. Ne kemi evoluar për të vënë re ndryshimet, kafshën që lëviz në periferi të shikimit, tingullin e papritur, nuancën e çuditshme në shije. Por atë që mbetet konstante, Trurit toni mëson ta injorojë. Kjo është efikase për mbjetesë, por e rrezikshme për kuptim. sepse bota nuk funksionon bazuar në atë që vëmë re. Bota funksionon bazuar në atë që është, pavarësisht nëse e vëmë re apo jo. Dhe hëna është. Ajo është atje, dhe ajo po bën punën e saj çdo sekond. Po tërheq oqeanet, po stabilizon boshtin, po largon asteroidet, po ndricon netët, po tërheq në trupin tuaj. Po, edhe tani, ndërsa më dëgjoni, hëna po tërheq në çdo atom në trupin tuaj, me forcë gravitacionale të llogaritshme, të matshme, reale. Dhe ne kur nuk e mendojmë. Le të bëjmë një eksperiment mendor tjetër, jo për të imagjinuar humbjen e hënës, por për ta vendosur tokën në kontekstin e universit më të gjerë. Në vitin 2006, astronomët njoftuan zbulimin e planetit të parë në zonën e banueshme, rreth një illi tjetër, një distancë ku uji mund të jetë i lëngët. Që atëherë kemi zbuluar mbi 5.000 planet ekstraplanetar. Nga këta, rreth 50 konsiderohen të jenë në zona potencialisht të banueshme. Por zbulimi i një planeti është vetëm hapi i parë. Pyetja e vërtetë është, sa prej këtyre planetëve kanë kushte jo vetëm për jetën e thjeshtë, por për jetën komplekse? Sa kanë stabilitet afatgjat? Sa kanë stinë të parashikueshme? Sa kanë hëna të mëdha që i stabilizojnë ato? Përgjigjja e trishtueshme, me shumë gjasa, shumë pak. Hëna jonë u formua nga një përplasje shumë specifike. Shumica e planetëve nuk përjetojnë përplasje të tilla, ose nuk përplasen fare, ose përplasen në mënyrë që krijon rrëmuj, jo një hënë të madhe stabile. Marsi, për shembull, mund të ketë pasur një hënë më të madhe dikur, por forcat e baticave e cuan atë shumë afër derisa u coptua nga forcat gravitacionale. Kjo është një teori për të shpjeguar pse Marsi ka dy hëna shumë të vogla që duken si fragmente. Venusi nuk ka asnjë hënë, Merkuri nuk ka asnjë. Marsi ka 2 guralec. Jupiteri dhe Saturni kanë 10, por janë gjigant gazi ku nuk mund të ketë jetë sipërfaqësore. Urni dhe Neptuni janë shumë larg dhe shumë të ftohtë. Në sistemin tonë diellor, vetëm Toka ka kombinimin. Planet shkëmbor në zonën e banueshme me një hënë të madhe stabilizuese. Dhe nëse kjo është e rrallë në sistemin tonë, një sistem mes miliarda sistemeve në galaksin tonë, sa e rrallë duhet të jetë në univers? Në vitin 20, shkencëtari francez Jacques Lascar, i njëjti që zbuloi lëkundësinë e boshtit të Marsit, publikoi një analizë statistikore. Ai llogariti se shansi që një planet shkëmbor në zonën e banueshme të formojë një hënë mjaft të madhe për ta stabilizuar atë, përmes një përplatësie të tipit që krijoi hënën tonë, është rreth 1 në 100. 1 në 100. Kjo do të thotë se nga 50 planetet potencialisht të banueshëm që kemi zbuluar, statistikisht vetëm gjysma e një planeti, 0, ka hëmë si tonat. Natyrisht kjo është supozimi bazuar në sistemin tonë. Ndoshta rregullat janë të ndryshme gjetkë. Ndoshta ka mënyra të tjera për të arritur stabilitet pa një hënë të madhe. Por bazuar në atë që dim, kushtet tona janë jashtëzakonisht të rralla. Kjo na vendos në një pozitë të çuditshme, ekzistencialisht.
Për shekuj, filozofët pyetën, a jemi vetëm në univers? Dhe me zbulimin e miliarda galaksive, miliarda yjeve, miliarda planetve, përgjigja shkencore u bë. Statistikisht e pamundur të jemi vetëm. Jeta duhet të jetë kudo. Por tani, ndërsa mësojmë më shumë për kushtet e nevojshme jo vetëm për jetën, por për jetën komplekse, për inteligjencën, po zbulojmë se bara është shumë më e lartë se mendonim. Nuk mjafton të kesh ujë dhe atmosferë, duhet të kesh stabilitet afatgjatë, duhet të kesh mbrojtje nga asteroidet, duhet të kesh stinë të parashikueshme për miliarda vjet, duhet të kesh një hënë. Dhe papritur, universi që dukej aq i madh, aq plot me mundësi për jetë, tani duket shumë më i vetmuar. Ndoshta jemi të rrallë. Jo të vetmit. Universi është shumë i madh për atë. Por të rrallë. Ndoshta për çdo civilizim që arrin këtë pikë ku ne jemi, ka 1 milion planet ku jeta filloi, por kur nuk shkoi përtej baktereve, sepse kushtet nuk ishin të përshtatshme për më shumë. Dhe nëse kjo është e vërtetë, nëse ne jemi fitues të një lozje kozmike që ka një shan 1 në 1 milion, atëherë pyetja bëhet: çfarë përgjegjësie kemi? Sepse ne nuk jemi vetëm njerëz në tokë. Ne jemi rezultati i 4 miliardë 600 milion vjetësh të një dialogu midis 2 trupave qiellor. Ne jemi produkti i baticave, i stabilitetit, i mbrojtjes. Ne jemi, në një kuptim shumë real, fëmijët e hënës, po aq sa të tokës. Dhe nëse ne jemi të rrallë, nëse mundësia jonë për ekzistencë ishte një kombinim jashtëzakonisht specifik i kushteve që ka shumë të ngjarë që nuk përsëritet shpesh në univers, atëherë shkatërrimi i tokës nuk është vetëm tragjedi për ne, është tragjedi kozmike. Është humbja e diçkaje që universi ka mundur të prodhojë vetëm një herë, çdo disa miliarda vjet në çdo galaksi. Por, dhe kjo është e rëndësishme për ta kuptuar, kjo nuk do të thotë se jemi të veçantë në kuptimin mistik. Kjo nuk do të thotë se kemi qëllim të paraqaktuar. Universi nuk donte të krijonte ne. Ligjet e fizikës nuk kujdesen për ne më shumë se sa kujdesen për një guralec. Por ne jemi rezultati atyre ligjeve, duke u luajtur në kushte jashtëzakonisht specifike gjatë një kohe të gjatë. Dhe fakti që këto kushte janë të rralla nuk na bën më pak real. Na bën më çuditërisht të fatshëm. Dhe ndoshta më përgjegjës. Sepse nëse jeta komplekse, inteligjente e vetëdijshme është aq e rrallë, nëse ne jemi 1 nga 1000, 1 nga 1 milion, 1 nga 1 miliard planet ku kjo ka ndodhur, atëherë çdo veprim që e rrezikon atë nuk është vetëm vetë shkatërim. Është humbja e diçkaje që universi krijoi me vështirësi. Dhe këtu kthehemi në piknisje, në natën në brigjet e Adriatikut, në hënën që ndriçon qetësisht mbi ujë, në këtë përvojë që miliona njerëz e kanë pasur, që miliarda para tyre e kanë pasur, që biliona krijesa të gjalla e kanë ndjerë në një farë mënyre. Por tani, kur e shikojmë atë hënë, çfarë shohim? A e shohim si një dritë të bukur që frymëzon poezi, apo e shohim si atë që është me të vërtetë? Partneri ynë në këtë dialog 4 miliardë 600 milion vjeçar, mbrojtësi ynë nga kaosi, stabilizuesi që na dha kohën për të evoluar nga qelizat e thjeshta në këta qenie që mund të shikojnë lart dhe ta kuptojnë të gjithë këtë histori. Imagjinoni sikur të mund t'i flisnim hënës, sikur ajo të kishte vetë dije, sikur të mund ta falenderondim për çdo baticë të tërhequr, për çdo asteroid të shmangur, për çdo vit të stabilitetit që na ka dhënë. Çfarë do t'i thosnim? Ndoshta, faleminderit që je atje. Faleminderit që kur nuk e larguar tepër shpejt, as nuk e shkuar tepër larg. Faleminderit që kur universi hodhi miliona asteroide drejt nesh, ti qëndrove në rrugë. Faleminderit që kur forcat e gravitatit nga planetet e tjeru përpoqen të na çrregullojnë, ti na mbajte të drejtë. Faleminderit që për çdo natë të historisë sonë, të gjithë atyre netve kur paraardhësit tanë ishin në rrezik, ishin të humbur, ishin të friksuar, ti u dhe atyre dritë. Por hëna nuk ka vetë dije. Ajo nuk di se çfarë bën. Ajo thjesht është. Ajo ekziston, orbiton, tërheq me gravitetën e saj sepse kështu funksionon universi. Nuk ka qëllim, nuk ka dashuri, nuk ka kujdes. Dhe megjithatë, rezultati i ekzistencës së saj së thjesht,
Fakti që ajo është atje, e vendosur në distancën e sakt, me masën e sakt, në orbitën e sakt, ishte të na jepte ne. Jo me dashje, jo me plan, por si pasojë natyrore e fizikës. Dhe kjo, në një mënyrë, është edhe më e mahniqme se çdo histori e planifikuar, sepse do të thotë se universi ynë, me ligjet e tij të thjesht, të përsosura, të pandjeshme, është në gjendje të krijojë diçka aq të bukur, aq të delikat, aq komplekse si jeta, si vetëdia, si ne, jo sepse donte ta bënte, por thjesht sepse këto janë mundësitë që ekzistojnë kur matematika e rëndomt zbaton për kohë mjaft të gjatë në kushte të sakta. Ne jemi fëmijët e rastësisë, por rastësisë së strukturuar, rastësisë që luan brenda rregullave. Dhe këto rregulla, graviteta, momenti këndor, forcat e baticave, inercia, entropia, na krijuan ne sikurse një lum krijon kanionin duke rrjedhur për miliona vjet, pa plan, por me rezultat të pashmangshëm. Dhe tani, kur e dim këtë, kur kuptojmë se ekzistenca jonë është rezultati një dialogu 4 miliardë 600 milion vjeçar midis tokës dhe hënës, kur kuptojmë se pa atë dialog ne nuk do të ishim këtu, çfarë bëjmë me këtë informacion? A e ndryshon diçka? Për shumë njerëz, jo. Hëna do të mbetet thjesht një dritë e bukur në qiell. Njerëzit do të vazhdojnë të shkruajnë poezi për të bëjnë foto, të shikojnë me mall natën e hënës së plot. Dhe kjo është në rregull, sepse bukuria nuk bëhet më pak e bukur kur kupton shkakun e saj. Një vjel vere nuk është më pak mahnitëse sepse kupton astrofizikën që krijon ngjyrat. Një simfoni nuk është më pak prekëse sepse kupton akustikën e valve zanore. Por për disa, për ata që vërtet e kuptojnë, që vërtet e ndjejnë peshën e asaj që e dim, diçka ndryshon. Bota bëhet më e dashur, më e brisht, më e çmueshme. Sepse kur e di se qili që shikon lart, çdo natë nuk është thjesht dekore, por mekanizëm mbrojtës që ka mbajtur larg rreziqet për miliarda vjet, fillon ta vlerësosh atë ndryshe. Kur e di se oqeani që vallëzon në breg nuk është thjesht ujë, por është në dialog me hënën që tërheq dhe tërhiqet çdo 6 orë, duke krijuar ritëm që ka ushqyer jetën për miliarda vjet, fillon ta shikosh atë ndryshe. Kur e di se stinët që të lejojnë të mbjellësh pranverën dhe të korrosh në vjesht nuk janë të rastësishme, por janë rezultati një boshti të qëndrueshëm të mbajtur në vend nga graviteta e një sfere shkëmbi 388.000 kilometra larg, fillon ta vlerësosh atë ndryshe. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, kjo vlerësim të bën më të kujdesshëm, më pak të prirur për të marrë gjërat si të mirëqena, më të vetëdijshëm se ekuilibri në të cilin jetojmë është i brisht, i çmuar dhe absolutisht kritik. Ne nuk mund ta shpëtojmë hënën nga zhdukja, sepse ajo nuk është në rrezik. Por mund ta shpëtojmë tokën, partnerën e hënës, vendin ku ky dialog i gjatë krijoi diçka të mrekullueshme. Ne. Dhe ndoshta mësimi nuk është për hënën fare, ndoshta mësimi është për ne. Për faktin se jeta që kemi, bota në të cilën jetojmë, mundësia që na u dha, janë rezultati një saktësie kaq të jashtëzakonshme, i një ekuilibri kaq delikat, i një kombinimi aq specifik kushtesh sa duhet ta mbrojmë. Jo sepse jemi të veçantë në ndonjë kuptim metafizik, por sepse jemi të rrallë. Dhe ajo që është e rrallë është, sipas përkufizimit, e çmueshme. Hëna nuk do të zhduk, por nëse nuk jemi të kujdesshëm, ne mund të. Jo nga impakti i asteroidit, megjithse kjo është rrezik real që duhet ta marrim seriozisht, por nga shkatërrimi i vetë sistemeve që na mbajnë gjallë, klima, oqeanet, biodiversiteti, ekosistemi. Ne po ndryshojmë këto sisteme me shpejtësi që nuk është parë në histori gjeologjike, dhe ndërsa i ndryshojmë, po shkëputim zinshir të cilët kanë qenë të pandërprer për miliona vjet. Ndoshta është koha për të ndalur. Jo plotësisht, kjo është e pamundur. Por të ngadalsojmë, të mendojmë, të pyesim. Çfarë po bëjmë? Ku po shkojmë? Dhe a vlen të rrezikosh gjithçka, gjithë këtë histori të gjatë, gjithë këtë dialog mes tokës dhe hënës, gjithë këto miliarda vjet evolucion për përfitime afatshkurtra? Këto janë pyetje që shkenca nuk mund t'i përgjigjet. Këto janë pyetje filozofike, etike, njerëzore. Por shkenca mund të na jap kontekstin, mund të na tregojë se nga vim,
mund të na tregojë se sa e rrallë është ajo që kemi, mund të na tregojë se çfarë humbim nëse nuk jemi të kujdesshëm, dhe ndoshta kjo është mjaft. Ndoshta, nëse mjaft njerëz kuptojnë, vërtet kuptojnë, historinë e tokës dhe hënës, historinë e stabilitetit dhe dialogut që na krijoi, historinë se sa e brisht dhe e çmueshme është kjo gjithë vendosje, ndoshta atëherë do të bëjmë zgjedhje më të mira. Jo sepse dikush na urdhëron, jo sepse kemi frikë, por sepse kuptojmë, sepse shohim, sepse e dim se çfarë është në lojë. Dhe kjo është fuqia e vërtetë e dijes. Jo vetëm të dish si funksionon diçka, por të kuptosh se çfarë do të thotë që funksionon. Të shohësh lidhjet, të ndjesh peshën, të vlerësosh rrallësinë. Hëna do të vazhdojë të orbitojë. Baticat do të vazhdojnë të tërhiqen. Boshti do të mbetet i qëndrueshëm. Asteroidet do të vijojnë të shmanget. Për sa kohë ne ekzistojmë për t'i vërejtur, për ta vlerësuar, për ta kuptuar. Dhe kjo, më në fund, është pyetja që mbetet. A do të ekzistojmë? Jo nesër, jo pas nesër, por në 1000 vjeçar, në 10, në 100. A do të jemi ende këtu, duke shikuar lart në atë hënë që na ka mbajtur gjallë për aq kohë, duke e ditur se sa shumë i detyrohemi, apo do të jemi një nga ato specie që arriti deri në këtë pikë? Kjo pikë ku mund ta kuptonte vendin e saj në univers dhe pastaj dështoi? Kjo është pyetja që ne, gjenerata jonë dhe ato që vinë, duhet ta përgjigjemi. Jo me fjalë, por me vepra. Sepse hëna nuk mund të flasë. Por nëse do të mund të fliste, imagjinoj se do të thoshte diçka të thjeshtë. Unë bëra pjesën time. Tani, ju bëni tuajën. Por tani, pasi kaluan përmes gjithë kësaj historie, nga zhdukja e hënës te kolapsi i ekosistemeve, nga lëkundja e boshtit te bombardimi i asteroidesh, nga netet e errta te realizimi filozofik, duhet të ndalemi dhe të pranojmë diçka. Ne nuk e dim gjithçka. Kjo tingëllon e çuditshme e di. Sapo kalova 1 orë duke ju treguar detaje të sakta. Sa centimetra largohet hëna çdo vit, sa grad do të lëkundej boshti, sa përqind do të binin baticat. Shifra, përqindje, llogaritje të sakta nga shkencëtar me emër, nga institucione prestigjioze, nga simulime kompjuterike që analizojnë miliona variabla. Por e vërteta është kjo. Të gjitha këto janë modele, projeksione, supozime të bazuara në atë që din tani për fizikën, për klimën, për evolucionin. Dhe historia e shkencës na ka mësuar diçka thelbësore. Çdo gjenerat shkencëtarësh mendon se e kupton botën, derisa gjenerata e ardhshme zbulon se sa shumë nuk e dinte. Në shekullin e 19, fizikantët mendonin se kishin zgjidhur gjithçka. Ligjet e Newtonit shpjegonin lëvizjen. Termodinamika shpjegonte nxehtësinë. Valët e dritës shpjegonin optikën. Lord Kelvin, një nga fizikantët më të famshëm të kohës, tha në vitin 1894, në fizik nuk ka asgjë të re për t'u zbuluar. Mbetet vetëm matje gjithnjë më e saktë. Dhe pastaj, brenda 20 vjetësh, gjithçka u rrëzua. Einsteini zbuloi relativitetin. Koha dhe hapësira nuk janë absolute, por relative. Fizika kuantike zbuloi se grimçat janë gjithashtu valë, se pozicioni dhe momenti nuk mund të dihen njëkohësisht me saktësi, se realiteti në nivelin më fundamental është probabilistik, jo deterministik. Gjithçka që mendonin se e dinin, doli të ishte thjesht një parafrim që funksiononte në kushte normale, por që tyhej kur shkonit shumë shpejt, shumë vogël ose shumë masiv. Pra kur unë ju them se hëna stabilizon boshtin e tokës, kjo është e vërtet, bazuar në atë që dim, por ka shumë që nuk dim. Për shembull, ne nuk e dim plotësisht se si formohen planetet. Kemi një teori të përgjithshme, dish që gazi dhe pluri rreth yjeve të rinj kondensojnë në shkëmbin të përplasen dhe formojnë trupa më të mvenj. Ndonjë nga këta trupa kolizionojnë në mënyrë specifike dhe krijohen hëna. Por detajet? Çfarë përcakton se një përplasje krijon një hënë si tonat përkundrejt copëzave të mbetura që më vonë bien si shi meteorik? Nuk e dim me siguri. Kemi ide, por jo provë definitive. Ne nuk e dim plotësisht se si u shfaq jeta në tokë. Dim se ndodhi, jemi këtu, kjo është provë. Dim parafërsisht kur, rreth 3 miliardë e 8 milion vjet më parë. Dim se ndodhi në ujë, ndoshta pranë ventave nëndetare hidrotermale,
ku uji i nxehtë i pasur me minerale nxirrte energji për reaksione kimike. Por çasti i sakt kur kimia inorganike u bë biologji, çasti kur një molekul filloi të kopjohet vetë, askush nuk e di. Kemi krijuar në laborator aminoacide, bloqet ndërtuese të proteinave. Kemi krijuar komponente të ADN-s, por të krijosh jetën nga zero, askush nuk e ka bërë ende. Ne nuk e dim plotësisht se si funksionon vetdia. Dim se ka lidhje me trurin, dëmto zona të caktuara të trurit, dhe aspekte të caktuara të vetdijes ndryshojnë apo zhduken. Dim se neuronet komunikojnë me sinjale elektrike dhe kimike, por si miliarda neuronet, qeliza individuale që secila nuk ka vetdije, së bashku krijojnë përvojën subjektive të të qenit unë, Si përvoja e kuqes, e dhimbjes, e dashurisë, lind nga shkarkime elektrike midis qelizave. Kjo quhet problemi i vështirë i vetdijes, dhe askush nuk ka zgjidhje. Kemi teori, kemi hipoteza, por kuptim të plot, jo. Ne nuk e dim plotësisht se çfarë është koha. E masim me saktësi të jashtëzakonshme, orët atomike janë aq të sakta sa do të humbnin vetëm 1 sekond në 100 milion vjet. Por çfarë është koha në thelb? Pse kalon vetëm përpara? Pse kujtojmë të kaluarën, por jo të ardhmen? Einsteini tregoi se koha ngadalsohet kur lëvizesh më shpejt ose kur je pranë një fushë gravitacionale të fortë. Pra koha nuk është absolute. Por çfarë është ajo? Një dimension si hapësira? Një iluzion i krijuar nga truri ynë? Një pronë emergjente e termometrisë dhe entropipat? Ne nuk e dim. Ne nuk e dim plotësisht se çfarë është materia e errët dhe energjia e errët. Dhe këto nuk janë detaje të vogla. Materia që mund ta shohim, yjet, galaksit, planetet, ne, përbën vetëm 5% të universit. 27% është materia e errët, diçka që nuk ndërvepron me dritën, por ka masë dhe gravitet. 68% është energjia e errët, diçka që po nxit zgjerimin e akseleruar të universit. Bashk, këto dy komponente misterioze përbëjnë 95% të universit. Ne nuk dimë se çfarë janë. Kemi vërejtur efektet e tyre, por natyra themelore, misteri total. Ne nuk e dim nëse ekzistojnë universe paralele. Disa interpretime të mekanikës kuantike, interpretimi i shumë botëve, sugjerojnë se çdo herë që ndodh një ngjarje kuantike, universi ndahet në degë të ndryshme ku realizohen të gjitha rezultatet e mundshme. Kjo do të thotë se ekzistojnë një numër të pafund universish ku versione të ndryshme të jush bën zgjedhje të ndryshme. Por kjo është vetëm një interpretim. Të tjerët tonë se ka vetëm një univers, dhe matja thjesht përzgjedh një rezultat nga shpërndarja probabilistike. Cila është e saktë? Eksperimentet nuk mund t'i dallojnë. Të dy interpretimet japin të njëjtat parashikime për matje. Pra ne nuk dim se cili përshkrim i realitetit është i vërtetë. Ne nuk e dim nëse ligjet e fizikës janë të njëjta kudo në univers. I supozojmë të jenë. Të gjitha vëzhgjimet tona, nga galaksit më të largëta, nga drita që ka udhëtuar për miliarda vjet, sugjerojnë se po, konstantet themelore, shpejtësia e dritës, ngarkesa e elektronit, graviteti, janë të njëjta. Por a jemi të sigurt absolutisht? A kemi kontrolluar çdo cep të universit? Jo. Dhe disa teori spekulative sugjerojnë se konstantet mund të ndryshojnë me kohën ose me hapësirë në mënyra shumë të vogla. Nëse kjo është e vërtetë, atëherë gjithçka që kemi llogaritur, duke përfshirë stabilitetin e tokës, formimin e hënës, evolucionin e jetës, mund të jetë pak ndryshe në vende apo kohëra të tjera. Dhe këtu është diçka që vërtet duhet ta kuptoni. Kur shkencëtarët thonë _quote _49_, ata nuk nënkuptojnë quote 30. Ata nënkuptojnë quote 31. Por modelet ndryshojnë, përmirësohen, zvendësohen. Newtoni krijoi një model të gravitetit që funksionoi për 250 vjet. Dhe pastaj, Einsteini tregoi se modeli i Newtonit ishte parafrim, shumë i mirë për shpejtësi të ulta dhe fusha të dobta gravitacionale, por i gabuar në kushte ekstreme. Modeli i Einsteinit, relativiteti i përgjithshëm, funksionon edhe më mirë, por edhe ai nuk është i plot. Ai nuk pajtohet me mekanikën kuantike. Në nivelin e grimcave subatomike, ligjet e Einsteinit dështojnë. Pra e dim se relativiteti i përgjithshëm është thjesht parafrim tjetër, shumë i mirë, shumë i saktë, por jo historia finale.
Ndoshta dikush do të zbulojë një teori më të plotë, teoria e vargut, graviti kuantik me lakua, diçka tjetër që do të bashkojë relativitetin dhe mekanikën kuantike. Dhe kur ta bëjnë, kuptimi ynë për gravitetet, për hapësirën, për kohën do të ndryshojë përsëri. Pra kur ju them se hëna do të largohej 4 cm në vit nëse do të mund të vazhdonte përgjithmonë, kjo është e vërtetë, bazuar në ligjet që dim. Por a din të gjitha ligjet? Jo. Kur ju them se boshti do të lëkundej me 10 gradë në 1000 vjet pa hënë, kjo është nga simulimi, bazuar në modelet tona aktuale të mekanikës qiellore. Por a janë modelet tona të plota? Jo. Ka kompleksitete që nuk i kemi përfshirë ende. Ka efekte të vogla nga planetet e tjerë, nga rrjedha e brendshme e mantelit, nga shpërndarja e masës në sipërfaqe ndërsa akullnajat treten dhe formohen. Të gjitha këto ndikojnë. Dhe sa miri kuptojmë, mesatarisht. Kjo nuk do të thotë se shifrat tona janë të gabuara. Do të thotë se ato janë përfytyrime. Dhe përfytyrimet janë të dobishme. Na lejojnë të planifikojmë, të parashikojmë, të marrim vendime. Por nuk duhet t'i ngatërrojmë me të vërtetën absolute. E vërteta absolute, nëse ekziston një gjë e tillë, është jashtëqasje për ne. Jemi krijesa me tru të kalibruar për të parë 3 dimensione hapësirore, për të përjetuar kohën si një varg linear, për të perceptuar botën në nivelin e objekteve që janë matësinë tonë. Kur përpiqemi të kuptojmë fenomene jashtë kësaj game, 8 apo 10 dimensionet e teorisë së vargut, natyra jo lokalitare e rrëthimit kuantik, lakimi i hapësirës në një vrim e zezë, gjuha jonë dështon, intuitat tona nuk funksionojnë, metaforat tona janë të papërshtatshme. Ne jemi si një peshk që përpiqet të kuptojë ajrin. Peshku e di se diçka ekziston mbi sipërfaqe, sheh dritat, tingujt, hije, por për të perceptuar vërtet, për të jetuar në të, për ta kuptuar në nivel intuitiv, e pamundur. Truri i peshkut nuk evoloi për këtë. Ndoshta ne jemi një lloj. Ndoshta ka aspekte të realitetit që janë thjesht jashtëqasje për trurin njerëzor. Ndoshta pyetjet tona për natyrën e vetdijes, fillimin e universit, qëllimin e ekzistencës, janë pyetje që nuk mund të përgjigjen nga një tru që evoloi për të gjetur ushqim, për t'u shmangur grabiçarve, për t'u riprodhuar. Por, dhe kjo është e mahniqme, edhe pse nuk mund ta kuptojmë gjithçka, mund të kuptojmë shumë. Më shumë se çdo krijesë tjetër që dim se ekziston. Ne jemi frekuencat e vetme në univers, derisa e dim, që mund të shikojnë lart në qiell dhe të kuptojnë se ato pika drite janë diell të tjerë triliona kilometra larg. Që mund të studiojnë një fosil dhe të rikonstruksojnë krijesën që jeton 100 milion vjet më parë. Që mund të analizojnë dritën nga një galaksi dhe të përcaktojnë përbërjen kimike të saj. Që mund të zbulojnë ligje matematikore që përshkruajnë si graviteti lëkundet hapësirën, si grimcat ndërveprojnë, si jeta evolon. Ne kemi ndërtuar teleskop që shohin në kohën e fillimit të universit. Kemi ndërtuar akselerator grimkash që rikrijojnë kushtat në sekundat e para pas Big Bang. Kemi ndërtuar kompjuter që simulojnë formimin e galaksive, kolapsin e yjeve, evolucionin e ekosistemeve. Ne jemi, sa dim, materia e vetme në univers që është organizuar aq kompleks sa ka bërë të vetëdijshme për ekzistencën e saj. Ne jemi mënyra e universit për të parë veten. Kjo tingëllon poetike, e di, por është thjesht përshkrim faktual. Atomet që përbëjnë trurin tuaj u formuan në brendësi të yjeve që vdiqën miliarda vjet më parë. Karboni, oksigjen, azoti, fosfori, të gjitha u krijuan nga fuzionit bërthamor në bërthamat e yjeve. Kur yjet vdiqën, disa në eksplozionet e supernova, të tjerë duke ekspërkuar shtresat e jashtme në mënyrë më graduale, këta atome u shpërndan në hapësirë. Dhe nga ajo re, atomesh u formua sistemi ynë diellor. Toka, oqeanet, jeta, ju. Pra kur shikoni lart në qiell, nuk po shikoni diçka të huaj, po shikoni shtëpinë tuaj, origjinën tuaj, familjen tuaj kozmik. Dhe ndoshta kjo është më e rëndësishme që duhet të kuptoni nga gjithë kjo histori. Jo se çfarë do të ndodhte nëse hëna do të zhdukej, sepse nuk do të zhduk. Por se si gjithçka është e lidhur. Se si një objekt 388.000 kilometra larg ka formësuar çdo aspekt të ekzistencës sonë. Se si jeta nuk është fenomeni izoluar që ndodh në tokë, por është proces që varet nga sistemet që shtriren nga brendësia e planetit deri në hënë, dieli dhe përtej.
Ne jemi pjesë e një rjete, një interteksimi, një dialogi që përfshin shkallë nga atomike deri te gjeologjikosmike. Dhe çdo fije në këtë rjet është kritike. Por tani, pasi kemi folur për atë që dim dhe atë që nuk dim, pasi kemi prekur parimet e fizikës dhe misteret e ekzistencës, le të kthehemi. Le të kthehemi në natën e qetë, në brigjet e Adriatikut. Në momentin ku fillove këtë udhtim, imagjinoni që jeni përsëri atje. Këmbët tuaja në rër, valët që përplasen butësisht, hëna që ndricon lart, aq e qëndrueshme, aq e njohur, aq e përjetshme në dukje. Por tani, pas gjithçkaje që keni dëgjuar, kur e shikoni atë hën, çfarë shihni? A e shihni thjesht një sferë të bukur që reflekton dritën e diellit? Apo shihni partneren e tokës suaj, bashkëdëtaren që ka qenë në këtë udhtim për 4 miliardë 600 milion vjet? A shihni dritën që ka udhëhequr paraardhësit tuaj në errësirë? A shihni tërheqjen që në këtë moment po lviz çdo molekul uji në trupin tuaj, po ngre oqeanet, po stabilizon planetin në këmbët tuaja? A shihni mbrojtësen që ka larguar asteroide që përndryshe do të kishin përfunduar eksperimentin e jetës së komplekse para se të fillonte? A shihni kombajtësen që ka dhënë ritëm për miliarda vjet evoluimi? A shihni themelicën e pabukur që ka mbajtur ndërtesën e jetës që jemi ne? Dhe kur dallgët përplasen në brigdet tuaja? Kur ndjeni tërheqjen e dobët të baticës që po ngrihet apo po zbret? A e kuptoni se ky ritëm, ky puls, është zemërrëhja e vetë tokës e drejtuar nga hëna? Ndoshta po, ndoshta jo. Ndoshta do kohë që informacioni të trashet nga koka në zemër, nga të kuptuarit intelektual te ndjerja vicerale. Por diçka ka ndryshuar, a nuk ka? Sepse tani e dini, tani e shihni lidhjen. Tani kuptoni se ekzistenca juaj dhe e çdo gjëje që njihni dhe doni është e mundur vetëm për shkak të asaj sfere hiri të largët. Dhe kjo njohuri nuk duhet t'ju bëj të friksuar ose të trishtuar. Duhet t'ju bëj të mahnitur. Duhet t'ju mbush me admirim për kompleksitetin e jashtëzakonshëm të universit që na krijoi. Sepse mendoni për këtë. Të gjithë këta faktor, përplasja që krijoi hënën, distanca e saktë ku u vendos, masa e saj relative ndaj tokës, shpejtësia me të cilën po largohet, stabiliteti që ofron, mbrojtja nga asteroidet, të gjitha këto duhet të ishin brenda një game shumë të ngushtë për që jeta komplekse të ishte e mundur. Nëse hëna do të ishte pak më e vogël, nuk do të kishte mjaft gravitet për të na stabilizuar. Nëse do të ishte pak më e madhe, baticat do të ishin aq të dhunshme sa do të shkatronin brigjet. Nëse do të ishte pak më afër, do të poqohej në pjesë nga forcat e baticave. Nëse do të ishte pak më larg, nuk do të kishte mjaft ndikim. Dhe të gjitha këto kushte u plotësuan, jo sepse dikush i planifikoi, por sepse kjo është një nga mënyrat që universi, i qeverisur nga ligje të thjeshtë dhe elegante, mund të organizojë veten. Dhe ne kemi fat të jashtëzakonshëm që kemi lindur në një nga këto konfiguracione të rralla, ku organizimi prodhoi bukuri, kompleksitet, vetdije. Por nuk është fjala e duhur në të vërtetë, sepse në një univers me miliarda galaksi, secila me miliarda yje, secili me planete, statistikisht është e pashmangshme që dikur, kushtet do t'jenë të sakta. Dhe vetëm në ato vende të rralla krijesat mund të shfaqen që mund të bëjnë këtë pyetje. Kjo quhet parim antropik. Nevrojtime universin të jeti përshtatshëm për jetën, sepse nëse nuk do t'ishte, ne nuk do t'ishim këtu për ta vrojtuar. Nuk është mister, është seleksion. Vetëm në universitet ose rajonet e universit ose epokat e universit, ku kushtet janë të sakta, mund të lindin vrojtues. Por megjithse kjo shpjegon për shkak se jemi këtu, nuk e zvogëlon mrekullën e faktit që jemi këtu. Që ky grumbull i veçantë atomesh në këtë konfigurim të veçantë, në këtë planet të veçantë, në këtë sistem të veçantë, në këtë galaksi të veçantë, ka arritur vetdijen, ka arritur kuptimin, ka arritur pikën ku mund të shikoj prapa në historinë e tij 4 miliardë 600 milion vjeçare dhe të thotë: dhe ndoshta, vetëm ndoshta, pika e gjithë kësaj historie nuk është të na britë friksuar për atë që mund të humbnim. Pika është të na kujtoj se çfarë kemi tashmë. Këtu, tani, në këtë moment, ju jeni gjallë.
Në një planet që lullzon me jetë, në një qiell ku një hënë e bukur kujdeset për ju në mënyra që kur nuk i keni kuptuar, por që janë absolutisht reale. Në një univers që, kundër të gjitha shanset, për kundërjeje statistikave, në një lloj magjie që është thjesht matematike luajtur për kohë të gjatë, ju ka krijuar. Ju, pikrisht ju. Me të gjitha kurit tuaja, të metat tuaja, ëndrat tuaja, frikrat tuaja, me aftësinë tuaj për të parë bukuri në një perëndim dielli, për të ndjerë dashuri për një tjetër person, për të kuptuar që atje lart në qiell, ajo sferë e largët që keni parë mijëra herë dhe kur nuk e keni vënë në dyshim, është arsyeja që të gjithë ne ekzistojmë. A nuk është kjo e mahnitshme? A nuk e bën këtë moment, këtë frymëmarrje të vetme që po merrni tani, paksa më të çmuar? Sepse gjithçka, çdo atom në trupin tuaj, çdo foton që godet retinën tuaj, çdo mendim që ju kallon në kokë, është produkt i historisë së jashtëzakonshme. Një histori që përfshin kolekcione të titajve planetar, krijimin e jetës nga kimia, evolucionin nga bakteret te vertebratët, te primatët, te ju. Stabilitetin e ofruar nga një hënë që u krijua nga shkatëzim dhe u bë shpëtim. Ju jeni pasqira e universit, dhe universi, përmes jush, po shikon veten. Kjo është e mahnitshme, dhe e frikshme, dhe e bukur, dhe misterioze. Dhe ndoshta kjo është e vetmja përgjigje që ka nevojë. Të jetosh me mahnicion, të pranosh misterin, të vlerësosh lidhjet, të kujdesesh për ekuilibrin delikat që na mban këtu. Sepse hëna nuk do të zhduk, por ne mund të. Jo nga asteroidet, megjithse duhet t'i marrim ato seriozisht. Jo nga lëkundja e boshtit, kjo do të marrë mijëra vjet. Por nga haresa, nga marrja si të mirëqen, nga dështimi për të kuptuar se sa e brisht është gjithë kjo vendosje. Ne jetojmë në ekuilibër, dhe ekuilibri kërkon kujdes. Pra herën tjetër kur shikoni lart dhe shihni hënën, në natë kur ajo është e plotë dhe e ndritshme, ose në natë kur është vetëm një hark i hollë në perëndim, ndalni për një moment. Kujtohuni se çfarë përfaqëson ajo. Kujtohuni se çfarë ka bërë. Kujtohuni se çfarë vazhdon të bëj, çdo sekond, pa u lodhur, pa u njohur, pa pritur mirënjohje. Dhe ndoshta, thjesht ndoshta, thuaj faleminderit. Jo me zë të lartë, hëna nuk mund t'ju dëgjoj, por për veten tuaj, si kujtim, si rikonfirim që e kuptoni, vërtet e kuptoni, vendin tuaj në këtë dialog. Sepse në fund, kjo është ajo që jemi, pjesë e një dialogu, një bisedes që ka zgjatur 4 miliardë dhe 600 milion vjet. Një bisedë midis tokës dhe hënës, midis materjes dhe energjisë, midis kaosit dhe rregullit, midis rastësisë dhe domosdoshmërisë. Dhe për një moment të shkurtër, në shkallë kozmike, jeta jonë është më pak se një pulsi i vetëm. Ne marrim pjesë në atë dialog. Ne jemi fjalla që universi po flet. Ne jemi pyetja që po bën. Ne jemi përgjigja që po zbulojmë. Dhe kur të përfundoj, kur yjet të fiken, kur galaksit të shpërndahen, kur vetë koha të arrijë në fund, nëse një gjë e tillë është e mundur, do të ketë qenë diçka. Diçka e mrekullueshme. Diçka e bukur. Diçka që vlen. Dhe kjo mjafton. Kjo mjafton. Nata vazhdon në brigjet e Adriatikut, valët vazhdojnë të përplasen, hëna vazhdon të ndriçojë. Dhe ju, tani, duke e ditur historinë, shikoni lart ndryshe. Dhe kjo, pikërisht kjo, është pika.